Miq Top Channel, mirëdita, mirë se vini në Shqipëria Live. Do të jemi së bashku në 2 orët në vijim, ku fatkeqësisht do duhet të vijojmë të flasim për pasojat që po sjell moti i rënduar në disa zona të Shqipërisë, ku aktualisht sipas autoriteteve në qytete si Fieri, Berati, Gjirokastra, Lezhë, Shkodra dhe Durrësi, situata vijon të mbetet kritike, teksa ka një lajm të fundit sa i takon një thirrjeje që bëhet nga institucionet, ku është dhënë zyrtarisht lajmërim për evakuim të menjëhershëm në zbatim të ligjit për mbrojtjen civile, planin kombëtar të emergjencave civile, po ashtu planeve vendore të emergjencave civile. Si pasojë e situatës së krijuar nga përmbytjet dhe rreziku të menjëhershëm për jetën dhe shëndetin e qytetarëve, do të kryhet evakuimi menjëhershëm i banorëve të Bashkisë Vlorë, njësia administrative Novosel. Evakuimi do të realizohet përmes koordinimit me Agjencinë Kombëtare të Mbrojtjes Civile, prefektin e qarkut përkatës dhe strukturat e emergjencave civile në bashki. Sipas legjislacionit në fuqi, kryetari i bashkisë është autoriteti përgjegjës për urdhërimin e evakuimit në territorin e bashkisë. Po ashtu në çdo rast, komunikimi dhe kërkesat për ndihmë do duhet u drejtohen autoriteteve publike në terren. Prioritet në procesin e evakuimit kanë fëmijët të moshuarit, personat me aftësi të kufizuara, fëmijët në zona të izoluara, teksa lajmi po ashtu vijon. Transporti për evakuimin e banorëve do të sigurohet nga 1. Mjetet e bashkisë, 2. Shërbimi i mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi dhe 3. Forcat e armatosura. Menaxhimi i strehimit të evakuarve duhet të bëhet, pra ky menaxhim i strehimit dhe asistencës për qytetarët e evakuar do të realizohet nga bashkia në bashkëpunim me Policinë e Shtetit, njësitë e kujdesit shëndetësor, strukturat e shërbimeve sociale sipas nevojës. Në kuadër të këtij procesi sigurohet regjistrimi i të evakuarve në momentin e mbërritjes në ambientet e strehimit të përkohshëm, administrimi i nevojave bazë përfshir ushqimin, veshmbathjen dhe ndihmën mjekësore, teksa po ashtu ofrim i informacionit periodik për situatën e krijuar në vijim. Ky njoftim ka karakter urgjent dhe hyn menjëherë në fuqi. Në çdo situatë emergjente, qytetarët duhet të kontaktojnë numrin e emergjencave. Por po ashtu ka edhe lajm tjetër, sepse nuk përket ky urdhër evakuimi vetëm Vlorës që unë ndava më herët me ju, por edhe Durrësit. Sipas Emiriana Sakos, e cila ka bërë këtë publikim në rrjetet sociale, lajmërimi po ashtu është dhënë edhe për zonat administrative në Durrës, njësia administrative Suks dhe Katund i Ri. I njëjti lajm si në Novosel, në Vlorë, po ashtu edhe në Suks dhe Katund të Ri në Durrës, në njësinë bashkiake të Durrësit. Ky është lajmi i publikuar qoftë nga kryetarja e Bashkisë së Vlorës, po ashtu edhe ajo e Durrësit. Siç u thash më herët, ka një lajm të fundit dhe për fat keq në vendin tonë është shënuar humbja e parë e jetës si pasojë e kushteve të rënduara të motit. Situatën atje është duke ndjekur kolegja Doriana Bezat, e cila do të jetë me ne në një lidhje direkte për të na dhënë më shumë detaje. Pas sa orësh e ditësh kërkime është gjetur trupi i pajet, Doriana. Përshëndes. Përshëndetje Sidorela, ditën e martë, pra para 2 ditësh, ka pasur një denoncim për zhdukjen e një 54 vjeçari, i cili ishte punonjës komunale së Durrësit, dhe vetëm ditën e sotme, pranë një kanali në zonën e Plepave në qytetin e Durrësit, u gjet trupi i pajet i 54 vjeçarit Astrit Hysenaj, i cili dyshohet se është marrë nga rrjeta e ujrave për shkak të përmbytjes. Ka shkuar në vendngjarje policia, e cila ka marrë trupin e pajet për ta çuar në morg që të kemi edhe një shkak zyrtar për humbjen e jetës së tij. Janë njoftuar familjarët dhe dyshohet se është viktima e parë për sa i përket motit të keq në Shqipëri, por kryesisht në qarkun e Durrësit, kur siç e shohin në pamjet e drejtë për drejta, vijon që të jetë një situatë kritike zona e Kënetës dhe lagje të tjera në Durrës, por situata më kritike ndodhet në zonën ku ndodhem tani, në Katundin e Ri dhe në zonën e Suksit, ku për shkak të çarjes së argjinaturës lumit Erzen, kemi një situatë kritike ku, siç e shihni në pamjet e drejtë për drejta që ofron operatori ynë Endri Kurti, kemi 10 shtëpi në pushtetin e ujit, ndërkohë që siç e theksuat edhe ju, Bashkia e Durrësit ka nxjerrë një thirrje emergjente për evakuim të gjithë banorëve, por nga sa unë kam konstatuar në terren, përgjithsisht kemi të bëjmë me një evakuim të vullnetshëm të tyre, duke mos pritur që strukturat të vinë dhe ti administrojnë, por kanë zgjedhur që të shkojnë tek banesat e të afërmve ose që të qëndrojnë në katet e sipërme të banesave të tyre. Pranë meje këtu është zoti Myslim Vrioni, i cili ka jetuar gjatë gjithë jetës së tij në këtë zonë, por në bisedën
raportin që pata me të më ka theksuar që përmbytje të tilla kanë ndodhur vetëm vitet e fundit. Zoti Vrioni, pse përmbytet fshati Erzen? Fshati Erzen përmbytet nga mos menaxhimi i mirë që i bë shteti kësaj situate. Sepse nga 35 vjet ne kemi që asnjë kanal parë, dytë apo tretë kolluese nuk ka vënë dorë asnjë. Kështu që nga kjo kemi edhe të bëjmë që me sa kemi në gjune që edhe shumë rezervare janë shtu apo mund të jenë bëhet edhe diga hidrocentralesh në përrjedhat që shkarkojnë lumin Erzen. Ato kur vjen momenti ato i hapin gjithë për herë dhe ne si përfundim e psojmë ne që jemi këtu në bazë. Ato që i kanë fitojnë milionat, kurse ne varfërojmë akoma më tepër sepse si na ka hyrë nëpër shtëpi, si nga themelit e shtëpisë, dëmtojnë shtëpia, disave i ka hyrë edhe mrena. Pa algoritmë sa dëmët që neve na bëhen nëpër tokët. Uji është prezent deri në themelit e shtëpisë. Mirë, këto specialistët dinë shumë mirë që uji po afro ke themelit e shtëpisë, ka dobësim lagështia, hyn në shtëpi dhe dëmët janë. Bashkia e Durrësit ka nxjerrë një urdhër emergjent zyrtar për evakuimin tuaj të gjithë kësaj zone që është prekur nga ujërat e Erzenit. Çfarë do të bëni në vijim? Ku do ta kaloni natën sot? Bashkia mund të japi urdhë sa det, po bashkia po të jetë vigjilente, këto situata do t'i menaxhojë më mirë, edhe do të bëjnë ndërhyrjet e duhura sidomos në shtradin e lumit Erzen. Ajo ka ndërhyrë, por ka disa segmente që nuk janë fut dot se mund të jenë njerëzit e vet, ajo i prishin punë këtij, i prishin punë tjetrit, por uji nuk llogarit për njeriu sepse një shkarkim i vogël, ajo e hap edhe përfundojmë kështu siç kemi përfunduar. A e paralajmëruat ju çarjen e argjinaturës në këtë segment që është pranë shtëpisë tuaj? Ne para një muaji prapë Erzeni u fryen në këtë mënyrë, por ata menaxhon si me sukses atë se para se të vinë këtu erdhën ato të bashkisë edhe policia bashkake e panë situatën edhe rrisin nga dëshmëri. Prunë një kamion me çakull dhe hunë aty ke gryka, kemi një urë që në lidhme me komunën tjetër të Sukthit të Ri, edhe kurse këtë radhë ato nuk mund me menaxhu, kanë lëshuar shumë. Ekskavatori ka punuar që prej orës 9 të mëngjesit të sotëm në pjesën e argjinaturës për ta izoluar, sepse le të themi që kemi një devijim të rrjedhës së Erzenit ku del midis shtëpive që janë buzë lumit në oborret e tyre dhe kemi një devijim të lumit tashmë brenda banesave. Vjetër e qartë që faktikisht uji vijon të jetë prezent në gjithë dhe vazhdon të rrjedhë pa ndaluar. Po, është më shumë se 30 centimetra. Unë kam tentuar që të futem brenda lagjes dhe është gati e pamundur sepse te i kalon edhe thellësinë e çizmeve ujë dhe është e pamundur që ne të kalojmë edhe me këta persona po vazhdojnë të qëndrojnë në banesat e tyre? Kryesisht janë vetëm kryefamiljarët, sepse të afërmit e tyre, siç e theksova në fillim të lidhjes, i kanë sistemuar tek familjarët që e kanë shtëpinë diku ku nuk rrezikohet nga lumi Erzen dhe jetojnë vetëm në këto momente. Janë shumë punonjës të Bashkisë së Durrësit këtu që po kryejnë verifikimin e dëmeve. Dhe në çdo familje pastaj është kryefamiljari i cili shikon çka mund të shpëtojë në këtë situatë. Jo, e kuptoj, thjesht doja të kuptoja më shumë rreth asaj që ti the në krye të herës, personi i cili humbi jetën, a ka informacione se çfarë mund t'i ketë ndodhur, kush ishte grupi i kërkim shpëtimit dhe pas sa orësh u gjet, nëse mund të rikthesh dhe njerë vëmendjen atje? Po, bëhet fjalë për një 54 vjeçar identifikuar si Astrid Hysena, i cili punonte në ndërmarrjen komunale të Durrësit. Ditën e martë vllai i tij ka denoncuar në polici faktin që ai nuk është kthyer nga puna si çdo ditë dhe u shpall i zhdukur nga policia e Durrësit. Pra u denoncua si i zhdukur në policinë e Durrësit. Janë kryer kontrolle për sa i përket vendit të tij të punës, vendshëndrimit të tij në banesë, por nuk dihej për fatin e tij nëse ai kishte shkuar diku apo kishte pësuar një incident apo diçka më të rëndë.
është bërë kërkimi nga ana e policisë, por edhe strukturave emergjente të cilat operonin në qytetin e Durrësit dhe vetëm gjatë ditës së sotme u gjet trupi i tij pa jetë në një kanal që dyshohet se ai ka humbur jetën gjatë ushtrimit të tij të detyrës në pjesën e pastrimit të kanaleve, si edhe parashikonte pozicioni i tij i punës në ndërmarrjen komunale të cilën ai e kishte vendin e tij të punës prej shumë kohësh. Janë njoftuar familjarët e tij sepse thash që ditën e martë ai ka qenë i zhdukur, është denoncuar i zhdukur nga familjarët dhe vetëm ditën e sotme është kuptuar fati i 54 vjeçarit. E kuptoj, edhe diçka tjetër përpara se të të falenderoj, nëse mundesh edhe me ndihmën e operatorit na bësh një përshkrim të asaj që ka për rreth teje dhe të na shpjegosh ti më herët se u largua mjeti që po punonte deri në këto çaste, po a ka mjete të tjera dhe si po menaxhohet aty? Mendimin e operatorit Endri Kurti, shohim që panorama siç është kjo banesë që ndodhet përballë nesh, është në të gjithë lagjen, në këtë rrugicë ku është shndruar tashmë si shtrat lumi, është pjesa e lumit Terzen ku devion lumi, është qarë argjinatura dhe ujë në vend që të vazhdoj rrjedhën normale, një pjesë e tij devion në brendësi të lagjeve duke përmbytur banesa të tëra. Njëri prej mjeteve të bashkisë ka kryer një gryerje të pjesës thatë të argjinaturës për të bërë të mundur izolimin sa mund të bëhet në këtë situatë të argjinaturës tjetër të lumit dhe po vijojnë për të shkuar në anë të tjera. Se shohim ka qëndruar diku te 100 metra më tej, kur do të kryej po ashtu të njëjtën procedurë ku forcohet argjinatura ekzistuese e lumit, sepse ka prurje shumë të larta dhe e te i kalon shtratin Erzeni dhe me këto mjete të rënda, bashkia po synon që të ngrer argjinaturat që ujë të mos vijojë që të depërtoj në lagjet e banuara. Faleminderit shumë, Doriana, për gjithë informacionin, lidhjen direkte dhe pamjet që përcolli operatori. Durrësi vijon të mbetet një zonë delikate dhe më lejoni dhe njëherë tjetër të ritheksoj lajmin e fundit, veç fatkeqësisht ndarjes nga jeta të një personi, po ashtu edhe thirrjes emergjente që bëjnë Bashkia e Vlorës dhe Bashkia e Durrësit për evakuim në disa zona. Në Suks shpjegonte Bashkia e Durrësit që ka bërë thirrje me anë të publikimit, siç u thash më herët, nga kryetaret e bashkive përkatëse, teksa po ashtu edhe nga Novosela në Vlorë, nga kryetaria bashkisë atje. Mirë, ne do të shkojmë në këtë çast në një lidhje direkte me kolegen Bruna Kërçyku, e cila na dëgjon në këto momente. Bruna, të përshëndes. Rreshje dëbore intensive ka pasur gjatë mbrëmjes në zonat malore të Elbasanit. Por si është situata aktualisht dhe kush po kujdeset për ngricat nëpër rrugë? Sidorella, të përshëndes, në fakt gjatë gjithë natës ka pasur rreshje intensive të dëborës në zonat malore të qarkut të Elbasanit. Në disa prej tyre tashmë trashësia e dëborës ka arritur në 30-40 cm, çka natyrisht ka sjellë edhe problematikat e para për sa i përket lëvizjeve në rrugë. Dua ta nis me aksin kryesor dhe më të rëndësishmin, aksin nacional Prenjas Qaftan, është tërësisht i kalueshëm dhe pa probleme, pasi gjatë gjithë natës është punuar nga kompanitë për kripostje në këtij aksi, por nuk ndodh e njëjta gjë me aksin nacional Librazht-Peshkopi, ku ka prani jo vetëm të dëborës, por edhe të akullit. Temperaturat atje shënojnë -7 gradë Celsius, ndërsa pritet që natën në vijim dhe mëngjesin e nesërm të shkojnë në -13 gradë Celsius. Rruga kalohet për momentin vetëm me zinxhir nga makinat e larta, nuk mund të kalojnë prafër stradat, nuk mund të kalojnë mjetet e vogla në këtë aks rrugor. Dhe ndërkohë, nëse i referohemi fshatrave, fshatrat e Elbasanit, Kaprani të dëborës në Gjinar, Labinot, Mal, Funar, Gracen, në këto akse rrugore Bashkia e Elbasanit këshillon që të lëvizet me zinxhir, po punohet vazhdimisht për pastrimin dhe kripostjen e tyre, por intensiteti i dëborës që vazhdon e bie sigurisht që e sjell situatën në vështirësi të vazhdueshme. Po kështu, në fshatrat e Bashkisë Librazhdit, të Bashkisë Prenjasit me më pak intensitet, e po ashtu të Bashkisë Gramshit në Kukur, Lenie, Skënderbegas, Kaprani të Madhe të dëborës, rrugët kalohen vetëm me zinxhir, në shumë zona
ka mungesë të energjisë elektrike. Siç ju thash, pritet përkeqësimi kushteve të motit, pasi rreshtet e dëborës do të vazhdojnë, çka edhe ulja e temperaturave do të sjellë problematika të tjera. Por në fakt do doja, nëse më lejoni, të ndaja një tjetër shqetësim me ju. Në qarkun e Elbasanit po përballemi me një neglizhencë apo mungesë totale të informacionit në raste të tilla të emergjencave nga ana e prefekturës së Elbasanit. Sigurisht është institucioni që mban kreun e emergjencave civile që në radhë të parë si qytetar duhet jap informimin për qytetarët mbi zonat ku ka probleme, ku duhet të tregohet kujdes apo ku nuk ka probleme dhe për të qetësuar situatën. Nga ana e institucionit prefektit ka mungesë totale informacioni i qëllimshëm apo jo, nuk di t'ua them, por kjo sigurisht ka krijuar vështirësitë e veta për qytetarët dhe sidomos për drejtuesit e mjeteve ku edhe këtu ka kompetencën e saj sigurisht edhe policia. Një pjesë e bashkive bëjnë përditësimin e situatës në faqet e tyre zyrtare, një pjesë tjetër jo, megjithatë është institucioni i prefektit ai që duhet bëj të përmbledh informacionin e qarku dhe më pas ta përcjell atë në ndihmë të qytetarëve në kushte të vështira si ditët e sotme. Qartë, nëse mundesh të na shpjegosh dhe një detaj tjetër sa i takon aktualitetit, se çfarë është duke ndodhur në këto momente që flasim, a ka shumë automjete që lëvizin në atë zonë? Në fakt, zona ku unë jam, zgjodha këtë zonë për faktin që ishte më afër dhe më tutje pastaj do na duhen edhe neve zinxhir, por edhe se në zonat malore ka mungesë të valve, çka nuk do ta realizonim dot një lidhje direkte së bashku. Ndodhem në aksin Elbasan-Gjiner, është një nga zonat më të bukura turistike të qarkut të Elbasanit dhe këtu ka shumë lëvizje të njerëzve që pavarësisht se bora sjell vështirësitë e saj, janë edhe adhuruesit që në këto momente nxitojnë ta shijojnë borën e parë që është kaq afër dhe pas kaq kohësh në fakt u bën disa vite që kjo zonë nuk mbulohej nga dëbora, pati vështirësi mëngjesin e sotëm në këtë aks rrugor, është gjithashtu një aks rrugor nacional ku kujdeset autoriteti rrugor shqiptar për pastrimin e saj, por aty rreth orës 9:10 mëngjesit të sotëm edhe këtu erdhën borpastrueset edhe aktualisht sigurisht me kujdes dhe me goma dimërore e zinxhir, por rruga është e kalueshme. Faleminderit Bruna për gjithë informacionin. Nga Bruna do të shkojmë në një tjetër zonë me vështirësi edhe Kuksi, po ashtu duket se për shkak të rreshjeve intensive të dëborës nuk është se po përballohet mjaft mirë ngrica, por po ashtu dhe problematikat në disa zona. Bekimi është me ne në një lidhje direkte. Bekim, mirëdita, më shpjego se ku ndodhesh fiks dhe cilat janë zonat më problematike. Sidorela, përshëndetje, atëherë jemi në rrethinat e qytetit të Kuksit, ku tashmë bardhësia e borës ka zbardhur edhe qytetin e Kuksit gjatë ditës së sotme, duhet thënë që është bora e parë e këtij dimri që ka përfshirë edhe qytetin e Kuksit, ku pas rreshjeve intensive gjatë 2 ditëve të fundit, tashmë vendin e ka zënë bora dhe temperaturat e ulta. Duhet thënë që 3 shkolla, siç është Topojan, Shishtavec dhe Orgjost, kanë pezulluar procesin simor për shkak të ngricave, prezencë e borës, por edhe dëmtimeve të rrugëve rurale në këtë njësi. Ndërkohë, sipas raportimeve, bëhet me dije se edhe në njësitë e tjera administrative, siç është ajo e Bushtricës, e Kalisit, e Surrojt, Malziut, kanë probleme pas sa i përket dëmtimeve të rrugëve të zonave lagjeve dhe fshatrave të këtyre njësive administrative, ndërkohë janë dëmtuar dhe 2 ura në bashkinë e Kuksit, siç është ura e fshatit Drazh, por edhe ajo e fshatit Orgjost për shkak të vërshimit të ujrave dhe të rrëmbyeshëm nga pronjtë e fshatrave dhe kanë shkaktuar dëmtimin dhe pengimin e qarkullimit të banorëve. Ndërkohë, sipas shtabit të emergjencave civile në prefekturën Kukës dhe bashkia e Kukës, por edhe ajo e Hasit dhe Trapojës kanë marrë të gjitha masat dhe ekipet janë në terren për të ndërhyrë dhe për të bërë të mundur qarkullimin e lirshëm të banorëve, por terreni është i vështirë malor dhe kërkon kohë për të bërë të mundur dhe zhbllokimin e këtyre zonave që cekën më lart. Ndërkohë, sa i përket akseve nacionale, policia e shtetit bën thirrje që ka prezencë të borës dhe akullit, sidomos në akset nacionale Kukës Shishtavec, Kukës Bushtric, Kukës Qafmali apo
Krum Kam Tropoj, aksit të cilat përshkruan në lartësi të mëdha mbi 800 metra në qafat e maleve dhe kanë prezencë të akullit, pavarësisht që është punuar nga firmat borpastruese. Ndërkohë që duhet thënë që rruga e Kombit është mirëmbajtur gjatë gjithë kohës, por ka rreshje bore, ka prezencë të akullit dhe drejtuesit e mjeteve duhet bëjnë kujdes sipas policisë së shtetit, duhet të jenë mjetet të pajisura me goma dimrore ose me zinxhir në mënyrë që të lëvizin lirshëm për të shmangur dhe problemeve dhe aksidenteve të mundshme për shkak të ngricave dhe dëborës. Ndërkohë në këtë momente që flasim, vijojnë të jenë prezente rreshtet e borës, por me intensitet më të ulët, ndërkohë që temperaturat janë të ulta. Ka arritur termometri -1 gradë në qytetin e Kukësit, ndërsa në lartësitë mbi 800 metra termometri ka arritur deri në -6 gradë Celsius, ka e bën të vështirë dhe qarkullimin në zonat të thella malore. Faleminderit Bekim, do të shkojmë në një zonë ku ka një urdhër emergjence për evakuim, pikërisht në Vlorë. Mikel Marsi është me ne në një lidhje direkte. Mikel, ti faktikisht je i zhvendosur sepse kemi diskutuar edhe ditën e djeshme se si Vjosa është kthyer në një problem për zonat përreth, por do doja po ashtu të ndaleshim tek lajmi i evakuimit për Novoselën. Si Dorela të përshëndes sërish, në fakt ditën e djeshme raportuam pikërisht nga ura e vjetër e Mifolit, ku ne mund të qëndronim, ndërkohë në këto momente, siç duket si Dorela, niveli i Vjosës ka arritur në kuotat maksimale dhe është duke hyrë ura e vjetër e Mifolit dhe për këtë situatë pra niveli i Vjosës dje ishte në rreth 8 metra, ndërkohë në këto momente që flasim niveli i Vjosës ka vajtur 9.1, 9.2 metra dhe kjo ka bërë që emergjenca civile, shtabi i emergjencave, por edhe prefektura e Vlorës së bashku me ministrin e mbrojtjes të marrin masa duke evakuuar me urgjentisht 3 fshatrat të njësisë administrative Novosel, pikërisht Novoselën, fshati Vitore, por edhe Bishanin, ndërkohë që edhe në krahu tjetër edhe fshati Feras është dhënë urdhër që të evakuohet menjëherë pasi prurjet në vijim do të jenë më të mëdha dhe me prurje më të shumta, ndërkohë që janë larguar blegtorët në të gjithë basenin e Vjosës pasi edhe tokat të cilat kanë blegtori, kanë edhe stane apo dhe ferma duhet të largohen urgjentisht, ndërkohë që sipas policisë 3 fermerë të cilët kanë pasur edhe stanet e tyre apo dhe baxhot e tyre janë larguar me forcë pasi sipas policisë këta persona nuk deshin të largoheshin, nuk deshin të linin e baktin apo edhe pasurin, mund të themi, në mëshirë të lumin, ndërkohë që edhe 2 banorë të tjerë në zona tjetër, pikërisht në komunitetin Rom, janë evakuuar po me forcë nga policia, ndërkohë që kjo është situata si Dorela, një erë e fort fryn, siç e dëgjoni, dhe kjo e bën që pra fryn veri perëndim dhe kjo e bllokon edhe daljen e lumit Vjos drejt detit në gjendje të lirë dhe e bën si punë tape dhe prurjet e Vjosës që po vinë do të qëndrojnë akoma më shumë duke hapur pasaj në për tokat e banorëve apo dhe në shtëpit e qytetarëve dhe banorëve të fshatrave të njësisë administrative Novosel. Për më shumë si Dorela kam edhe kryetarin e fshatit të Novoselës, pikërisht Ilia Moçkën. Ilia, ju lutem. Atëre, Ilia ka vite që e një Vjosën, prurjet e Vjosës dhe situatën. A e ka parë ndonjëherë kështu Vjosën, pyet e pak. Kjo ishte pyetja, e keni parë ndonjëherë Vjosën në këtë situatë? Shumë e vështirë. Për momentin asnjëherë kështu. Dile për mua gjendja është alarmante. Po? Edhe ata që më gjojnë të marrin masat, çfarë mund të bëjnë, se nuk e di çfarë mund të ndodhë. Ilia, janë evakuar në fshatin Novosel banorët ndërkohë? Tërë ata që janë marrë janë evakuar. Ata që janë marrë. Fshatat Bishan dhe Fitore? Bishan dhe Fitore, Në sa do tjerë, pastaj ata i kemi evakuar që... Ku do të strehohen në këto momente pra ditën e sotme, nesër nëse do ketë prurje Vjosa më shumë? Disa i kanë nëpërmjet njerëzve të tyre, pastaj kemi marrë masat aty në qendër, në komunë, edhe do t'i marrë masat, nuk do t'i lëmë për jashtë të vetëm. Ndërkohë që blegtorët janë larguar, blegtorët në... Kemi njoftori, i kanë marrë masat, i kanë larguar baktit. Po?
Edhe do i ndihmojmë, që do ketë një diçka më të rrezikshme, do i ndihmojmë me mjetet i largojmë në vende më të larta. Ilia, kem pasur edhe situata që nuk janë larguar nga në bizneset e tyre në pronat apo dhe në baktit. Janë marrë me forcë nga policia? Tani së temun në Vafrit, kemi pas janë dy raste, me thënë drejtën, kokëfërsia e tyre u bëri dëm, por megjithatë, mendimin e shtetit, policisë, kemi marrë me zori, kemi evakuar edhe kemi dhënë për jashtë. Si parashikohet prurjet në këto momente që flasim? Momenti që po flasim, po shikojmë, për mua është, nuk e di, ja, kthej kokën unë diçka më shumë. Është shumë alarmante gjendja. Sidorela, kjo është situata në ditën e dytë pra këtu të pikërisht kur Vjosa është në parametrat në pikën kritike, ndaj dhe po merre masa ekstreme duke evakuuar me njëherë banorët e 3 fshatrave pikërisht Novoselën, Bishanin dhe Fitoren, pra të njësisë administrative Novosel, ndërkohë që edhe në zonën e Fierit, pikërisht në fshatin Ferras, është dhënë urdhër që të bëhet evakuim i menjëhershëm i këtyre banorëve, ndërkohë që Vjosa përshkon edhe zonën e Fierit. Ku janë zhvendosur momentalisht banorët të cilët e kanë shtëpinë në ujë, se po shoh dhe pamjet, po. Ndërkohë banorët të cilët janë evakuar, janë larguar në për familjarët e tyre të afërm të tyre, por është bërë gati edhe zona pra një godin afër njësisë administrative të Novoselës, ndërkohë që kemi edhe konviktin e shkollës mjekësore pranë në Vlorë, ku do të strehohen dhe ata banorët të cilët do të evakuohen dhe po evakuohen nga moment në këto zona të cilat rrezikojnë seriozisht nga shpërthimi i daljes së Vjosës. Qartë, faleminderit Mikel për të gjithë informacionin, siç e thash edhe në krye të herës. Durrësi, por po ashtu dhe Vlora kanë nisur të bëjnë kërkesat për evakuime emergjente. Po ashtu një situatë tjetër e vështirë duket se ka ndodhur me një pjesë shqiptarësh të cilët kanë mbetur për disa orë të bllokuar në portin e Brindisit. Kam në një lidhje direkte Asime Cenollarin, e cila është pjesë e personave që kishin mbetur atje. Asime, përshëndetje. Çfarë ndodhi? Më bën dot një përshkrim të asaj që kaluat atje? Po. Atëre, neve jemi nisur me vonesë më dhe nga Bologna, kishim 1 orë me vonesë gati, dhe kur kemi ardhur afër Rinasit, aty na thanë që për shkak të motit të keq do të qëndrojmë në ajër. Qëndruam në ajër, po them se më shumë se 1 orë 1 çerek më thënë në ajër, pastaj dolën ato dhe na thanë që nuk do të nisemi o për në Bari, o do të nisemi për në Brindisi dhe kemi karburant mjaftueshëm. I thamë me që juve për na nisni për në Brindisi ose Bari, më mirë na çoni në Bologna. Po. Nuk kemi karburant mjaftueshëm, thënë. Okej. Nga aty pastaj na ka nisur domthon për në Brindisi. Kur kemi vajtur në Brindis, aty nuk donim që të zbrisnim as edhe një nga pasagjerët. Dolën disa herë, na lajmëruan, na thanë që do të shoqërojmë në autobus dhe do të çojmë në hotel. Nuk pranuam në hotel. Na thanë që i thamë që do qëndrojmë këtu në autobus, më thënë për një kohë më të gjatë derisa të stabilizohet. Na erdhën dhe policia pastaj aty, më që na thanë që duhet të dilni sepse rrezikoni, do furnizohet avioni me karburante ndaj këtej. Nuk pranuam përsëri, pastaj na ndezën ajrin e nxehtë. Po aty jemi bllokuar komplet. Ajri i nxehtë nuk po mbushim dot me ajër. Një zonjë aty i ra të pikët në avion. Po këtë gjë e bën Kastile që ju të zbrisnit, sepse nuk po zbrisnit. Po që neve të zbrisim, u bllokuam, nuk po mbushim dot me frymë. Zbritëm pasaj nga aty, shiko për Urbana, aty mos kishte në autobus që të na shoqërojnë për në hotel, asnjë gjë nuk kishte. Na kanë futur aty pasaj tek salla e aeroportit në Brindisi, ku ata policia me të drejtë pasaj mas i ndajtëm goxha aty, mas 1 ore dolën ata policisë aty, thanë që mos ju nuk duhet kishit zbritur nga avioni. Ne nuk kemi të drejtë më të mbajmë juve këtu në këtë sallë. Sepse ishin 2 aviona që ndaluan aty në Brindisi. E kuptoj qartë. E gjitha kjo erdhi si pasojë e kushteve të motit, sipas tyre, kështu ju thanë? Po, kështu na thanë. Po pastaj çfarë ndodhi?
Pastaj, mbasi këta në policisë aty po thoshin që do të nxjerrim të qëndroni në sallon tjetër ose nuk kemi çfarë të bëjmë ndryshe. Mbasi protestuan edhe banorët e tjerë, më protestuan disa herë dhe më aty, nuk i lejuan që të dilnin në fushën e aviacionit për protestë, ndoshta edhe me të drejtën e tyre. Por neve më kemi ndetur, jemi shokuar jashtë Sa orë masë. keni ndenjur atje të bllokuar? Ne kemi ndetur më aty llogaritë deri në ora 4 e mëngjesit, deri në orën 10 kemi ndetur aty të bllokuar. Pastaj na sollën një autobus, më thënë dhe na thanë që do të çojmë në Rom. Por kjo ndodhi mbasi unë kisha rënë pa ndjenja më aty, ku kishin marrë edhe ambulancë, unë nuk e di, më thënë se çka ka ndodhur fare, edhe tani jam tepër e rënduar në gjendja ime. Mbasi i ka thënë edhe këta të ambulancës sepse donin të më çonin në spital për t'i nënshtruar më të dhe vizitave të tjera. Neve i kishim edhe valingjet, unë nuk mund të vinja në spital atje me valingje, me gjithburi, me 2 valingjes, ngarkesë, llogaritë Po, e kuptova. Pasi u kalua e gjitha si situatë, ju dhanë ndonjë lloj kërkim ndjese apo? As edhe një bidon me ujë nuk kemi marrë. Pare, dikush kërkoi pak ujë më në aty, i truri një polis më dhe një bidon ujë aty, as edhe një gjë. Aty kishte edhe fëmijë të vegjël. Mo vjen keq për një familje me aty që kishte fëmijë 3 javë sapo të lindur, gjëna. Në qartë, po. Plus edhe pleqe, nuk e di më në... Jo, është e qartë, po. Më vjen shumë keq që për gjithë situatën që është dashur të kaloni, faktikisht videot janë shpërndar kudo, jo vetëm nga ti, po nga të gjithë personat cilët ishit atje 15 në mos gaboj. Plus kësaj, kur na kanë nisur për në Rom, na kanë quar, më kemi ndetur 7 ore gjysmë në autobus për në Rom. Po, e kuptoj. Në Rom kemi qëndruar përsëri në Rom, kohë gjatë atje, dhe aty pastaj diskutohesh që nuk do nisesh avioni fare në orën 4 të mëngjesit. Aty jemi bërë përsëri, domethënë nuk e di çfarë të them. Uroj shumë zonat cenollarit mos ju përsëritet paktën si situatë, sepse nuk është faji juaj për kushtet e motit apo mënyra e keq menaxhimit që bëjnë këto lloj institucionesh. Faleminderit shumë. Të përshëndes dhe uroj të kesh shëndet dhe mos të përsëritet një situatë e tillë. Do të shkojmë në Lezhë, edhe atje situata është e vështirë dhe alarmante. Brigilda është me ne në një lidhje direkte. Brigilda, të përshëndes, më thuaj ku ndodhesh. Nuk di nëse Brigilda më dëgjon, për pak çaste kam përshtypjen do të jemi okay me të. Tani jemi okay, Brigilda, tani të dëgjoj, më thuaj. Po, të përshëndes Sidorela nga fshati Adriatik, ku jemi pozicionuar që prej mëngjesin e sotëm, ku duhet themi në fakt që është një nga situatat më alarmante sa i takon bashkisë Kurbinit. Unë jam me disa nga banorët që në fakt edhe dua t'i falenderoj publikisht për gjithë ndihmën që i ofruan grupit të gjerimit dhe duhet themi që jemi të vetmi që kemi vizituar ditën e sotme. Uji në rrugët kryesore dhe deri tek banesat të tyre shkon të paktën deri në 1 metër, ku janë tashmë prej 3 ditësh plotësisht të izoluar dhe oborret e banesave janë totalisht nën pushtetin e ujit dhe si pasojë e qarjes së argjinaturës dhe daljes nga shtrati i lumit Droj, niveli i ujit kryesisht në fshatin Adriatik është duke u rritur çdo minutë që ne po flasim dhe duke e agravuar situatën në këtë zonë, por unë dua në fakt t'ia u le fjalën banorëve, ata të cilët tashmë prej 3 ditësh janë nën ujë, si është situata, cilat janë problemet që ju ka shkaktuar. Situata shumë e rëndë. Na probleme kemi gjanë e gjallë, me ushqime këtu, me fëmijë se kemi komi që shkolla, pleqë që kemi me ishu në spitale, kemi plakun e ka babën smunë, s'ka ku me ishu, na kërkojmë në hyje sa ma shpet, vetëm rritja po na ujë të. Falenderoj ju si stacion, falenderoj shumë për respektin, ajo kryesore, kjo është apeli më i madh i joni. Na s'dim gjë, as kemi ku me marr bukën, mami që gjenë, s'kemi ka me dalë mi të zëlu, nuk kemi komplet Adriatiku, imi një lagje rreth 30 shtëpi këtu. Kjo është ma problem në Adriatik. Gjithë janë, po na s'kemi ka me lëvizfare, na imi të zëlu totalisht. Për sa ditësh është kjo situatë? 3-4 ditë.
Prin rrugë kryesore, si 300 metra rrugë kryesore me aty, na s'kemi si me shku me skaf. Gjitha që as uja, as drita, as sen jemi ma kushtimi s'ka. Drita po, drita kanë kështu, se gjera që jemi shumë problem. Nda dojmë njim nga shtetit, një po me në pa që mundësi. Ndërsa zotëria pranë me, Sidorela që ka mundur të bisedoj edhe më nga afër më të dhe banesa e tij, ka babajnë 80 vjeçar, e ka me probleme shëndetësore, ju më tha që dje jeni detyruar ta dërgoni në spital, po si ja keni bërë për ta çuar në spital? E kam marrë në krah, edhe kam vënë në shtëpinë, edhe kam kaluar edhe në brez ujë, edhe kam shkuar në spital, kam bërë emergjencë, kam prapë ke shtëpia, sëron me gjana, edhe prapë kam mendimet me çu prapë se ai plaku është shumë gjenetran. Edhe mamën e ka në spital atë në Itali, edhe vetë tu jam prapë se po shihni vetë ju si gazetar, bravo i qoftë Top Channel, se që Top Channel është një ndër stacionet më të fuqishme të Shqipërisë, vjen ka ardhur këtu në shtëpinë time, se asnjë lloj stacioni nuk ka këtu. I vetë ju bravo i qoftë, edhe imagjinoje, nuk kena asnjë lloj shpresë, vetëm Zoti na rujt, edhe ta heqë që ujë që ka na kërkojnë për shtetin vetë heqën e ujit. Që dërgjon, baktia, po shihni vetë, dele, lop, në thi, shakira në si fshatar. Kjo kompleksi në fjallit e ushqimore, nuk kam fare. Çdo gjë ka marrë këto kënave që Zoti na ka dorë. Si isha thëma tjetër, shëti, shuka edhe kjo zotëria. Edhe ju jeni banor i zonës që na pritet në fakt edhe kishit një përmbesa që nuk i keni dërguar në shkollë? Po, i pave vetë, a këtë parasysh, gjenja për ma do pësa nuk ka. Këtu na kanë bo me misikil, se ne ka rashë i, po që ka që përmishën e s'kemi. Shqyshtë e kanë thëj me fadrum para 5 vjeç. Unë vetëm i kërkoj shtetet i Ramës. Vetëm më urdhët ministrit hape që atë në rastet mërgjenat te për të fushishme. Këtu e kanë hapë para 5 vjeç, e kanë hapë me fadrum bodi kollimit vetë apë urdhën. Kur një ko, kur i përmyt në 2011 na, këtu zotëri ka arë ministri, këtë ministrat kanë qenë, e nuk kanë qenë gjine për me hapë. Tani e hapin ta, janë vetë, zotë, vetë shkop. Rishë shapojmë na. Logaritë, as kim ka me liviz. Fmit, a i pave vetë fmit. Fmit janë bashku ke shkolla, janë do mërzit fmija. Na, vetëm, i lumizot na pas në urë. Po dëmë materiale keni patur? Materiale bollo, bice hiken këtë, për ndashtë. Shëdojmë sirëp. E dëmë materiale poshtërsisht. Cili është apeli juaj si banor? Apeli, të marrë mas, të blokoje shatë uja ty, ke ura, ajo sa një majtë sa është ajo mërë, ajo sa ban një copë hekur i fushishëm, ose 2 bunkera, se ka bunkera, privatisht bëhet. Edhe falenderit Top Channel si jertë ju si gazetarë. Sa asë një person nuk ka këtu. Vetëm vine e shkofi, janë regull, thot, janë të marë fanem. Deket vinet na shojnë palosën. Po nga bashkia? Absolutisht o shok njeri gjallë, vetëm ju si gazetarë që kënë jardë. Asë një person qëtër jo. Brigilda, po si ka mundësi që s'ka shkuar askush? Pse është ka që vështirë si zonë? Ma përshkruan do ti se ti ke qenë kudo këto ditë? Po, unë kam qenë në fakt Sidorela ditën e sotme dhe si që thash kanë qenë, sepse edhe ne në fakt u gjetëm të pa pregatitur, veshjet kemi arritur ti marrim nga banorët. Unë mendime në operatori do t'ju tregoj, kur ne erdhëm pikërisht para 1 ore, për ta matur në një farë mënyre, niveli ujit ka qenë poshtë shkallës dhe aktualisht tashmë për 1 ore që ne jemi ka kaluar nivelin e shkallës së parë ku në fakt edhe rrezikon edhe të ngrihet her pas here për shkak se siç e thash edhe në fillim të raportimit është qarë argjinatura dhe lumi droj ka dalë nga shtrati ku ka sjell përmbytje të mëdha në fush Mamuras edhe në Gjorm apo edhe Adriatiku. Zona ku ne jemi pozicionuar, Adriatiku është një nga zonat më problematike. Rruga kryesore e fshatit që lidh me pjesën tjetër të Mamurasit është totalisht e mbuluar nga ujë, ka të paktën në 1 metër ujë, çka e bën të pamundur lëvizshmërinë e banorëve. Ata vetë janë shprehur që vetëm të deri tek rruga kryesore kanë ardhur për t'i takuar dhe përgjigja që kanë marrë kanë thënë se nuk kemi çfarë bëjmë. Janë situata që kanë ardhur si pasojë e natyrës dhe nuk është në dorën tonë, por ajo që banorët kërkojnë është marrja e masave të menjëhershme, pasi siç e thash, ne jemi pranë kësaj banese ku është një zotëri 80 vjeçar, në banesat e tjera që un kam arritur të vizitoj ka fëmijë të cilët kanë tashmë prej të hënës që nuk janë drejtuar
shkollave nuk kanë shkuar në shkollë, e situata sa herë vjen edhe rëndohet në zonën ku ne jemi pozicionuar. Kemi bagti të ngordhura, po ashtu ka edhe mungesë të bazës ushqimore, jo vetëm për pjesën e bagtive, por edhe për familjarët. Duhet kur unë erdha këtu takova një zotëri i cili kishte marrë buk, por dhe për furnizonte edhe pjesën e lagjët pasi po i ndihmonte se kjo situatë në fakt i ka gjetur banorët të papregatitur. Uji është duke u rritur çdo minutë më tepër që ne flasim. Si ka mundësi që në atë zonë që ti thua që situata është më kritike dhe alarmante kur ti thua se në disa zona të tjera nuk është paraqitur askush? Unë edhe, si që theksova, edhe nga kontaktit që thanë edhe vetë banorët kanë ardhur, por unë do në fakt t'ja u lija edhe banorëve fjallë. Ju tha që ka ardhur kryetarja e bashkisë të Kurbinit? Kryetarja e bashkisë Kurbinit dhe mësut e kam pa, ta 3 ditë. Edhe atë moment që ka ardhur, ka tha do bëjmë çdo çka. As një gjasa po deri mshtashët. Nuk ka faj në kryetarja e bashkisë. Por të shohim diçka se na po përmytin vetëm ujt na hiqet. Pse ka ardhur kjo situatë, ka bllokim kanalesh, çfarë ka ndodhur? E di vetë bashkia. Na nuk dim gjë. Bashkia atë është problemi ke ura aty. Ajo ura. Çdo moment që të vinë fshi atë hapet. Mirë kategorike as ministra si tha ky zotëria këtu, as çdo ministër nuk mund ta hapë pa urdhë të ministrit, nuk hapet ajo urë. Edhe tash 30 vjet këtu çdo gjë vetëm thonë ja, nuk hapet pa urdhë të ministrit. Ato vinë hapin vetë bashkia. Ju jeni banor i fshatit për sa vitesh? Për 98-ën. E mbani mend ndonjëherë situatë të tillë? Absolutisht. Absolutisht që ka shumë jo. Po si u gjeti të papregatitur? Papregatitur hiç fare, vetëm kur ka plas. Tukune. Hiku çdo gjë. Se në përën ishtë na përgatit, në përën kishta shumë, ke kom shqitë gjanë e gjallë. Se na me shto mana, se na me shakim mu majtë. Po, për tu evakuar, a ju ka kërkuar njëri? Po jo, absolutisht, të këshok, absolutisht. Ju i një të parë që kënë ardhë. Absolutisht njëri gjallë nuk ka ardhë. Njëri gjallë. Se në përën në këtisht, ta kështa ditë se ka përmytje, i kështa dzerë kënë njërë gjithonë në lektorinë. Kemi pas mundësi se kanë në përën ven ata. Ka të shuim, se të mëshit moment, me këtë ujë që kemi. Lopa nuk është asi rëpë me valë në këra me zerë. Ka të shi lopë nënë. Thire bashkisë, shtetit, të bëjsh mos, të blokoje rrugë, të blokoje punë e ujët. Të blokoje kanalin. Pasim kanalin, shbon gasimit, bën të 2 bunkera ka bolë, ka njerëzit që i shesin. O privatisht boshe e punë, privatisht me 2.000 lekë, bëllë halë, jam unë lopën e shes, edhe veni asë argjatur të vogël që te sa bashkëno. Po ma gjinoj e shabon shteti. Me qëfar jetoni? Unë jetoj me një punëtor, jam punëtor i thjesht, me zi, ma fortema me një ekonomik nga shpia, me gru, bave që e pa që e kam smun, me 3-4 lopë, 3-4 dele, 3-4 derra, atë e të më cof krejt, një gjysë e kanë hik, ta që të bëjon, ka të shkojon, ta që të binë unë ujë, shtot, në besë dhe kënë të kështot, për veti. Që të bëjmë tash në? Absolutisht i mirë kuptush, ama edhe irritimi i banorëve që ti po interviston. Nime në ujti, kësë e me në ujtin. Pra, Sidorella, do ta mirë kuptojmë në fakt edhe irritimin edhe situatën e tyre, pasi janë prej 3 ditësh, unë e thash, zotëria ka babajnë 80 vjeçar, ne arritëm t'i merrnim 2 fjalë të shkurtra, pasi gjendja shëndetësore e tij ishte realisht e vështirësuar, kam parë nga afër edhe stallat e baktive, ku shumë bakti në fakt ishin të ngordhura, janë detyruar të lëviz nga njëra anë, lëviz nga ana tjetër, por në fakt uji sa vjen e rritet në këtë zonë, ka fëmijë të cilët duan të shkojnë në shkolla, ka familje të cilët kanë mungesë të bazës ushqimore. Pra, aktualisht që flasim, kjo është situata, besoj duket edhe nga pamjet, kjo është situata në oborret e banesave kryesisht, ndërsa nëse del në rrugët e fshatit, uji arrin deri në 1 metër, ku edhe vetë zotëritë treguan që ka bërë të pamundur daljen e tyre dhe ka bërë izolimin e plot të paktën rreth 30 familjeve ku ne jemi vendosur ditën e sotme. Shumë faleminderit ty Brigilda edhe operatorit edhe gjithë grupit të xhirimit që jeni zhvendosur në një zonë ku faktikisht po dëgjoja edhe banorët më herët thonë që askush nuk vjen të na shohë dhe jeni të parët që jeni paraqitur atje për ta përcjellë të gjithë pamjen, lajmin, por mbi të gjitha për të kërkuar ndihmë për të gjithë ata që janë atje, se nuk është vetëm një banesë, janë shumë, është gjëja e gjallë që po humbet edhe mbi të gjitha po vështirësohet jeta
e të gjithëve aty. Faleminderit shumë, Brigilda. Mirë, edhe njërë tjetë. Po, ka diçka për çtuar Brigilda të fundit? Po, Brigilda. Po, vetëm fakti që janë familje që jetojnë duke u marrë me bujqësi dhe blegtori. Të gjithë kryefamiljarë që ishin pranë meje ditën e sotme kanë më shumë se 5 ditë, përveç fakti që janë të papunësuar, por merren me bujqësi dhe blegtori. Dhe ajo e ardhur në shtëpinë e tyre ka 5 ditë që tashmë është e mbyllur pasi e gjithë gjëja e gjallë, fatkeqësisht pjesa më e madhe e tyre janë të ngordhura dhe duke qenë se edhe vetë banorët e thanë dhe Top Channel është ekrani të gjithëve, doja të kërkoja në fakt që të vinë, të takojnë këto banorë, të shohin nga afër, të sjellin pako ushqimore, të shohin të moshuarit, pasi realisht është një nga situatat më të vështira nga përmbytjet që kam raportuar në këto 4 vite që punoj në terren. Faleminderit shumë, Brigilda, edhe për thirrjen. I përshëndes të 3 zotrinj që ndan historinë e tyre me ne dhe uroj edhe shpresoj shumë që institucionet të reagojnë. Faleminderit. Ka një lajm të fundit sa i takon situatës së krijuar nga rreshtet e shiut, ku duket se do të jenë në fokus të mbledhjes së Komitetit të Emergjencave. Gazetari Top Channel Muhamet Veliu ka mësuar se nesër në orën 8:30 kjo mbledhje do drejtohet as më pak as më shumë nga kryeministri Edi Rama. Do të analizohet situata aktuale dhe çfarë ndryrësh të tjera shtetërore do të duhet të ndërmerren. Të njëjtat burime për kolegun Veliu pohojnë se do të diskutohet edhe për dëmshpërblimet për të prekurit nga kjo situatë. Do të jetë vetë Edi Rama ai që do drejtojë mbledhjen, e cila është thirrur pikërisht prej tij. Mirë, do ndalemi shumë shkurt në hapësirë publicitare, do të kthehemi përsëri bashkë. Mirë, jemi rikthyer, do të flasim për një ngjarje të ndodhur në Britani, por përpara kësaj, më lejoni t'ju them jam në studio me kolegun Muhamet Veliu. Faleminderit Meti për kohën sot. Kam një lidhje direkte nga Britania, Naim Hasanin, avokat. Faleminderit avokat për kohën. Mirëdita. Faleminderit për ftesën. Përpara se të nisim të flasim për temën tonë, do doja Meti shumë shkurt 1-2-3 detaje rreth asaj që Rama pritet të bëjë nesër, një mbledhje? 8:30 kryeministri Edi Rama do të drejtojë atë që njihet si Komiteti i Emergjencave, i përbërë nga Ministra Punëve të Brendshme, kreu i emergjencave civile, për të analizuar situatën dhe çfarë nevojash ka, pasi shikojmë që kemi të bëjmë me një situatë e cila përkeqësohet. Nga një anë kemi rreshtet e shiut, në veri të vendit kemi rreshtet e ndendura dëbore dhe kryeministri ka parë nevojshme të koordinohet, ndër të tjerë natyrisht sikurse dhe mbledhjet e shkuara të Komitetit të Emergjencave do diskutohet dhe plani i mëtejshëm i dëmshpërblimeve për të prekurit. Nesër në Kryeministri 8:30. 8:30 në mëngjes. Në mëngjes. Okej, jo në mbrëmje. Me kujdes pak me orarin. Në 8:30 në mëngjes është mbledhja e kryeministrit Edi Rama. Thirrur prej tij dhe drejtuar prej tij. Qartësisht. Mirë, do të flasim pak për temën tonë në këtë çast, nëse do ketë të reja padyshim nga çështja e motit do të rikthehemi, nëse kolegët tanë do të kërkojnë të kenë lidhje të tjera direkte. 5 shqiptarë dhe një grua kanë pranuar rolin e tyre në një seri vjedhjesh me vlerë të lartë në të gjithë Mbretërinë e Bashkuar. Bonnie dhe Clyde i ka quajtur The Telegraph, por çfarë fshihet në gjithë këtë histori, Meti? Atëherë, Sidorela, në 30 vitet e fundit, neve kemi ndjekur, kemi raportuar raste të shumta të shqiptarëve të përfshirë në grabitje banesash në Itali, Spanjë dhe në vende të tjera të Europës. Por 15 vitet e fundit shikojmë që Britania e Madhe është duke u targetuar nga këta individ të cilët kanë zgjedhur të përfshihen në këtë lloj krimi. Rasti më i fundit, ai i cili u publikua ditën e djeshme në mediat britanike, pasi 5 shqiptarët, Endrit Nikoli, më rezulton nga Lezhë, Kristian Gropcaj nga Shkodra, George Leshaj nga Mirdita, Krislian Detndrej nga Puka dhe Sidorian Leshi nga Lezhë, së bashku me britaниken Jay Tob, e cila është e dashura Endrit Nikolit, janë përfshirë si që ju e thatë në 24 grabitje dhe sipas për llogaritjeve të policisë, vlera e sendeve të vjedhura shkon deri në 1 milion sterlina. Me të drejtë, Telegraf e ka quajtur si rasti i Bonnie dhe Clyde. Për ata cilët na ndjekin, janë 2 personazhe, 2 kriminal të njohur Shtetet Bashkuara të Amerikës të viteve 32-34 të ekzekutuar nga policia amerikane në vitin 1934. I ka quajtur Bonnie dhe Clyde pasi Nikola dhe dashura e tij britanike shkëmbenin letra
se si arrinin, se si ishin të suksesshëm në këto grabitje dhe roli britanik ke stab ishte në marrjen e makinave me qera për këtë grup kriminal, ndërsa Chelsea zbërthimit të grupit ishte një makinë Ford Focus e cila kishte një inshurancë me emrin e Christian Gropajt. Kanë qenë 4 forca të ndryshme policore në Britaninë e Madhe që kanë hetuar, pasi shtrirja e grabiteve të këtij grupi kriminal ishte shumë e gjerë. Ta sqarojmë, bëhet fjalë për 5 shqiptar dhe një zonjë britanike. Britanike 33 vjeçe, e dashura një prej 5 shqiptarëve. Hetimi ka nisur në tetor 2024 dhe arrestimet kanë kulmuar në qershor të vitit 2025. E tham, £1 milion vlera grabitjeve. Të 5 shqiptarët janë fotografuar dhe filmuar, të cilët takoheshin në kafenen Jersey Quarter në Birmingham, dhe në një prej grabitjeve është gjetur ADN-ja e Endrit Nikolit. Dhe ka dhe një element tjetër që grabitësit shqiptar përdornin të njëjtat veshje dhe të njëjtat atlete, dhe kishin lënë gjurmë. Dhe këto gjurmë ishin fiksuar në vend ngjarje, dhe kështu u zbulua. Po ashtu në telefonat e tyre, policia ka gjetur foto të sendeve të grabitura, si orë dhe sendet të tjera, madje ka gjetur dhe kërkime në Google Map për adresat të cilat këta grabisnin, dhe kështu janë mbledhur të gjithë provat për këtë grup kriminal dhe që të gjashti kanë pranuar akuzat. Mos ma ishni pak të foto regjia, do ma komentosh pak? Është kjo dëshira të show off? Është pa diskutim një provë shumë e vlefshme për policinë, ka kapur mat, i ka gjetur këto foto me para, me ora të vjedhura, me bizhu të vjedhura, në celularët e tyre, dhe janë pjesë e dosjes që ka bërë që ata të pranojnë akuzat. Pse i kanë pranuar akuzat? Këtë do në thot avokati, dhe ata do të dënohen, do t'jepet masa e dënimit në gjykatën Chester Crown Court më datë 20 shkurt. Ja të në ndihmoj avokati, a lehtësohesh do të pas këtyre fotove? Sidorella, kam parë që kriminalët shqiptar shumë shpesh i demonstrojnë objektet e krimit dhe veprimet e këtyre kriminale, po kjo në thosha një farë mënyrë është jo vetëm mungesë zgjuarësie kriminale të thosha, por edhe një vetin kriminim, duke i paraqitur vet objektet e vjellura, ka që s'kanë prit për policinë që t'i gjej dhe si shnollë rëndomti që i bëjnë parat kur i kanë arrestuar, po këta parat, orat, gjendet sendet e arta, kasaportën e gjitha i kanë publikuar si kur ata po bësh në fest të ishë një krenari e madhe. Nuk e di si është një farë mentaliteti shqiptar që një krenari e madhe për të publikuar veprat kriminale dhe aktet kriminale. Këto prova, padyshim, siç e tha dhe Meti, janë prova të mjaftueshme për prokurorinë dhe duke gjenë përballë provave kaq të mjaftueshme, kaq të hapura dhe atyre sendeve që është gjetur nga policia, besoj që ata janë këshilluar nga avokatët e tyre që për të shkurtuar gjykimin, për të shkurtuar kohën që merr gjyqi për të zhvilluar kohën gjykatësve, kohën prokurorëve, avokatëve dhe juristë, dhe për të bërë sadopak kredit vetes, që ata të shpallën fajtor dhe të përfitojnë ndoshta ndaj ulje dënimi, sadopak që t'jetë kjo, por besoj që tani që këta e kanë pranuar veprën penale në prani të evidencave të pamohueshme, siç i shohim të gjithë neve, besoj që ata jo vetëm që do të marrin dënime shumë të rënda. Po pra, po duat kuptoj këtë që tha Meti më herët, avokat, që pse u rrëfyen e pranuan aktin, pra i ndihmon kjo të kenë një dënim më të ulët apo çfarë? Në disa raste, gjykimi i shkurtuar dhe pranimi i fakteve duke shkurtuar kohë gjykatës, policisë dhe avokatëve dhe padyshim juristëve, duke ndihmuar që mos ketë humbje të fonde publike, mund të përfitosh ndoshta një ulje, por besoj që sesi dënimi do të jetë shumë i rëndë për arsye se gjykata e ka tendencën që t'i bëjë këta individ shembull që kriminalët të tjerë të mos tentojnë të ose të guxojnë që të marrin akte të tilla, sepse dënimet të tilla të rënda i presin edhe ata. Prandaj, jo vetëm përveç dënimit të rënd që besoj që ata do të përballen nga gjykata, çështja nuk mbaron me aq,
sepse në momentin që ata mbarojnë 40%, siç është sot, procedurat e sot me ligjore, 40% të votjes së vendimit, ata merren në kontroll nga organet e emigracionit, në quhen me burgosën, po quhen të mbajtur nga emigracioni për arsye e emigracionit, edhe atëherë ju jepet urdhër i deportimit dhe deportohen nga Anglia dhe nuk mund të hyjnë në Britani kur, ose të paktën 10 vjet mbasi janë dënuar dhe atëherë me pëlqimin e ministrit ose ministres brendshëm britanik. Pra, për një farë mënyrë për ta, jeta e tyre normale në Britani ka marrë fund nga momenti që ata janë arrestuar. Dhe është absolutisht fatkeqësi e madhe nga ana jo nga ana e profesionalit, i thosha unë, por si shqiptar do thosha, është një fatkeqësi të shikosh njerëz të tillë të cilët kryejnë vepra të tilla dhe ekspozojnë vepra të tilla kriminale, ndoshta për t'ju dhënë mesazh të rinjve shqiptar. Kanë bërë edhe vjedhje pasurinë britanik. Kanë bërë edhe vjedhje të dhunshme, se këtu thuhet që në mars të 2024 dhe dhjetor të 2023 kanë kryer edhe akte dhune për t'i vjedhur personave, sende me vlerë si ora e të tjerë me radhë. Por faktikisht Meti, ti që je ndjekës i rregullt, se Naimi po që jeton aty edhe ti ke jetuar një pjesë të rëndësishme të jetës tënde atje dhe di zhvillimet se çfarë ndodh me shqiptarët në Britani, nuk është rasti i parë. Absolutisht që jo, Sidorela, në vazhdën e asaj çfarë tha avokati, të 5 personat do të dënohen në bazë të rolit të tyre. Pra roli që kishin në gjithë aksion, po them. Sepse kemi një grup, siç thot policia angleze, një grup i strukturuar kriminal i nivelit të lartë, por ka hierarki. Kush është i pari, i dyti, në sa vjedhë është përfshirë njëra apo tjetër, pra nuk do dënohen të gjithë njësoj. Pra sipas roleve. Dhe, si që dhe avokati tha, në përfundim të dënimit, ata dëbohen pasi që të 5 rezulton që janë pale e qëndrimi në Britaninë e Madhe. Përsa i përket pyetjes tuaj, fatkeqësisht janë dhe rastet të tjera të cilat janë publikuar në median britanike, si që është rasti grabitjes së shtëpisë së futbollistit Raheem Sterling në vitin 2024, vlera e sendeve të vjedhura, ora dhe bizhu shkonte në 300.000 sterlina dhe për këtë grabitje janë shpallur në kërkim 3 qytetarë nga qyteti i Laçit, Alfredi Sufi, Gerald Kalaja dhe Henry Osmani, ndërsa i 4-ti i këtij grupi i cili u arrestua, Emiliano Crossi, është dënuar në nëntor të vitit 2024 me 11 vite burg. Edhe Emiliano Crossit, policia arriti t'i gjej në celular foto nga sendet e grabitura, kështu që edhe ai pranoi akuzat për 22 grabitje dhe u dënua me 11 vite burg. Kemi dhe një rast tjetër, shumë të famshëm, është rasti i Astrid Kapajt, me origjinë nga Vlora. Ai në vitin 2019 u dënua me 14 vite burg pasi shkonte në Wimbledon Village. Shkonte atje që prej vitit 2004 dhe kishte kryer 22 grabitje. Për çfarë ndodhte Sidorela? I bënte një grabitje dhe shkonte mbas 3, 4, 5 apo 6 muaj për mos të identifikuar. Dhe u desh shumë kohë që Astrid Kapaj të zbulohej dhe të arrestohej dhe sipas policisë vlera e sendeve të vjedhura në këto 22 grabitje shkonte 5 deri në 10 milion sterlina. Ka grabitur shtëpinë, pasioni i tenisi nuk do shuhet asnjëherë, të Boris Becker, po ashtu dhe të futbollistit Nikolas Alenka. Din ku vjedhin, do thoja unë, Naim, po kam përshtypjen për këto adresat i ka ndihmuar kjo britanikja. Sa dënohen? Unë mendoj që dënimet jenë shumë të rënda dhe siç e tha edhe Meti më herët që ka hierarki dhe besoj aktori kryesor i këtyre grabitjeve, do thosha 44 grabitje është një rekord i shumë i mirë përpara gjykatësit për t'ju dhënë një vendim absolutisht të përshtatshëm për veprën kriminale dhe nuk besoj se gjykatësi do të jetë shumë i mëshirshëm pavarësisht se kanë pranuar fajin në të gjendur, do thosha, përballa evidencave të pamohueshme dhe dënimet absolutisht me 20 shkurt do të paraqiten para gjykatës për t'ju dhënë vendimin, por besoj që do të jenë shumë të rënda dhe ato dënimet kanë si qëllim për të
jo vetëm për të dënuar veprën e tyre dhe për të kompensuar një farë mënyre morale viktimat e këtyre krimeve të vazhdueshme, jo më pak se 44, por për t'ju dhënë një sinjal të qartë kriminalëve të tjerë në shoqëri britanike, nga do që të vinë ata, çfarë do backgroundit dhe sa do të sofistikuar të jenë, ata do të përballen me drejtësinë, do të vijnë përpara drejtësisë, do të dënohen nga drejtësia, do të marrin dhe vuajnë dënimet e duhura dhe për ata, po dyshim që asnjëri nga këta nuk janë me sa duket shtetas britanik, atëherë nuk mbaron veç me aq, si të thash, por deportohen nga Britania dhe s'do të kenë mundësi të hyjnë në Britani në mënyrë të ligjshme, ndoshta për një kohë shumë të gjatë. Faleminderit shumë Naim, të përshëndes edhe për detajet nga ana juridike. Medi, përpara se të ndahemi edhe bashkë të lutem nëse mund të bëjmë një sqarim, sepse ditën e djeshme u njoftua që të premten do të kishte një mbledhje qeverie nga kryeministri Edi Rama. Nuk ka lidhje me mbledhjen e orës 8:30 apo do të mbahet një dytë? Kemi informacion për këtë? Në fakt janë dy gjëra të ndryshme. Kryeministri Edi Rama do ta nisë ditën e nesër me 8:30 me Komitetin e Emergjencave dhe nga informacionet që unë kam pas do të drejtohet Pallatit të Brigadave, ku do të zhvilloj një mbledhje të përbashkët mes kabinetit qeverisës dhe grupit parlamentar të Partisë Socialiste për të diskutuar prioritetet qeverisëse të kësaj magjorance për vitin 2026. Pra është diçka më e gjerë se sa mbledhja e qeverisë. Këtë format e kemi parë dhe në të shkuarën, ku kryeministri përfshin në diskutime dhe kabinetin qeverisës dhe grupin parlamentar. Kjo është ajo çfarë pritet të ndodhë nesër. Faleminderit shumë. Kënaqësi si gjithmonë. Tjetër një sy tjetër pamjeve faktikisht dhe arsye sepse kryeministri Edi Rama kërkon këtë mbledhje kabineti. Kjo për shkak jo vetëm politik, flasim për atë mbledhje të emergjencave që mbahet në orën 8:30 në mëngjes, kjo për shkak të pamjeve që keni ndjekur për gjatë gjithë këtyre ditëve kudo në çdo cep të Shqipërisë, ku duket se situata mbetet alarmante me shtëpi në ujë dhe jo vetëm. Fakt është që nesër në 8:30 do të bëhet një mbledhje, ashtu si kolegu Muhamet Veliu tregoi më herët, për arsye se situata vijon të mbetet e vështirë. Madje në këtë mbledhje pritet po ashtu të merren edhe masa sa i takon situatës aktuale dhe ndërhyrje të tjera shtetërore që duhet të ndërmerren. Të njëjtat burime për kolegun Veliu kanë pohuar se do diskutohet për dëmshpërblimet dhe të prekurit nga kjo situatë. Denada Kola është me mua në studio në këtë çast. Denada, faleminderit. Faleminderit. Ishte nevojshme kjo mbledhje? Mbledhje me emergjencat nga Rama? Absolutisht po. Situata ka ditë që për ditës parë që është problematike, kështu që absolutisht që po, me rastin e tragjik ditës sotme, është e detyrueshme tashmë. Paralelisht, bëhet edhe mbledhja e qeverisë më pas. Është një mbledhje e qeverie rutin, apo? Dje, teksa bisedoja me një nga gazetarët që e kam mbuluar për vite, po themi, Partinë Socialiste dhe Partinë Demokratike, me shaka e pyeta që është një mbledhje rutinore nga ato që ne jemi mësuar ditët e mërkura, kur zakonisht kemi patur këto shfaqjet e ministrave që dalin dhe flasin 20 minuta. Nëse do ishte kështu, nuk do përbënte ndonjë lajm, kështu që do duhet që të mendojmë që ka diçka më shumë. Pyetja që shtrohet është pse dhe çfarë ka, po themi, në këtë rast më shumë. Unë mendoj që patjetër që fokusin kryesor do ta ketë situata e përmbytjeve në vend, megjithatë nuk përjashtohet ndoshta edhe një diskutim për drejtësinë, të cilët prej 19 dhjetorit nuk kanë munguar në dëshirën e kryeministrit për ta patur pjesë të diskutimeve sa herë kanë dalë. Në cilën pikë e komenton, thua ti? Pra, merr vendime që kanë të bëjnë me drejtësinë apo do të kërkoj që të merren projekt ligje, ndryshime ligjore gjatë këtij viti me ndihmën e qeverisë ku thuhet që i ka faktikisht numrat. Tani, vendimet, nëse po flasim për vendimet që do duhet kishte marrë për shkak të kërkesës që është paraqitur prej disa ditësh tashmë. Nuk i merr kaq vonë. Nuk besoj që do të kishte një mbledhje qeverie dhe nuk mendoj që do të ketë një zhvillim momentalisht për këtë situatë. Megjithatë, ndryshim sa i takon nëse do ketë ndryshime me drejtësinë në këto momente dyshoj, unë i referohem vetëm ndoshta një fjalimi që mund të mbaj nga ato që ka mbajtur zoti Rama edhe për gjatë dhjetorit. Sa i takon ndryshimeve për drejtësinë, unë mendoj që kanë qenë në plan, edhe nuk është vetëm i qeverisjes ky plan, por është një plan besoj që do të mbështetet edhe tek opozita, por mendoj që nuk do të jetë kaq e lehtë, duke qenë se leximi që unë i bëra edhe
statusit apo përshkrimi që i bënte ambasadori i Bashkimit Evropian në Tiranë, takuar, referuar takimet që ka patur me kreun e ri të SPAK-ut, i cili vendoste pikat mbi faktin që është shumë e rëndësishëm ky institucion dhe që pritet një bashkëpunim i ngushtë sa i takon linjës së luftimit të korrupsionit. Poli Hoxha po ashtu është me ne në një lidhje direkte për ta bashkuar edhe atë në bisedë. Poli, nesër në 8:30 në mëngjes Rama një mbledhje me emergjencat, kjo për shkak të situatës së krijuar në vend, por po ashtu edhe mbledhja e qeverisë. Në gjykimin tënd është mbledhje rutinë apo ka diçka? Si që shpjegoj shumë mirë kolegu Meti, do më thënë ajo është një mbledhje domosdoshme me emergjencave, sepse ne vumre këto ditë që gati shteti ishte inexistent, në qoftë se dikur si Dorela i shikonin kur kishte dëbor mbi eskavator, ministrat apo me çizme në përujë etj, vumre një farë traume të qeverisis, një farë blokimi dhe që ndoshta është i kuptueshëm për gjithë këto probleme që po kalon me drejtësinë, që burojnë që nga vetë kryeministri, që duket që ka problem kryesor, ka çështjen Balluku që duket është futur në oborin e vet. Kështu që në këtë kuptim kërkohet një shtytje për emergjencën, sepse shirat pak ishin, ende ka filluar priten shira dhe më të mëdha, kështu që ndoshta edhe situata mund të agravojë. Të paktën të ketë një farë empatie për ata njerëz që po i vuajnë edhe bagtitë edhe tokat dhe shtëpitë. Kurse mbledhja e dytë, nga mënyra, nga formati se si po bëhet, duket që do ketë në mosvendime politike, do ketë një shtruarje rrugë politike dhe vetmja kaos që ka patur gjithë këto kohë kryeministri Rama dhe duket që ka përfshirë dhe grupin parlamentar, sepse ideja është, domethënë që se çfarë do ndodh në parlament me çështjen Balluku por dhe me gjithë kaosin që ka ngritur ai për futjen e drejtësisë së re, e ka fjalën për SPAK-un dhe gjykatat dhe gjykatën e posaçme në shinat sipas modelit europian etj. Dhe do shikojmë që këtu do marrë një vendim politik që do ecë, që e zurin gojë Denada, që do ecë përpara drejt kësaj rruge, apo do frenoj nga sinjalet që ka marrë nga ndërkombëtarët. Ne vumë re një sinjal në Paris që ai vajti dhe takoi ministrin e drejtësisë, që në fakt duhet ta kishte takuar, kishte marrë me vete ministrin Lamanari, por vajti takoi dhe tha se për një grup pune se si ne mund të ndihmojmë për ta rregulluar këtë drejtësinë e re që deri dje thoshte jam babai i saj. Po pse mendoni që do i duhet të bënte një mbledhje qeverie për të marrë vendime të rëndësishme? Jo qeverie me grupin parlamentar, politike. Në kuptimin se si do ecë drejt, për shembull ai ka futur këtu paket kodin e ri penal, pastaj ndryshime në kushtetut. Por unë dua të them një gjë që të vetmen alibi që ka, sepse edhe këtë takimin e Parisit po e përdor që po e bëj me ndërkombëtarët si një tip mburoje, të vetmen alibi që ka ai që po përdor thotë që ja shikoni Bashkimi Evropian i ka këto ligjet, ne i kemi represive, i kemi kështu, jo po arrestime pa vendime, jo po masa pa gjykat, jo po burg pa gjykate, gjëra të tilla. Unë dua të kujtoj se është shumë e rëndësishme që në datë 2 dhjetor ka patur një zhvillim shumë të rëndësishëm, sepse simptoma janë shfaqur dhe në Bashkimin Evropian, e dim rastin Mogherini etj, dhe ka patur një vendim të fuqishëm politik, pra një marrëveshje politike mes Këshillit të Europës dhe Parlamentit Evropian për një direktivë vetëm për korrupsionin, për parafrim të ligjeve. Dhe më e bukur është, po ta lexosh atë, si Dorela. Shkurt vetëm, po liat lutem, po. Atje, po, pikërisht, atje shpërdorimi i detyrës kthehet, forcohet dhe më shumë. Ndikimi mbi drejtësinë etj. Kështu që nëse ai e ka gati, nëse do ta përshtas, unë kam qejf që ta përshtas me këto direktivat e fundit të Bashkimit Evropian, sepse do bëhet dhe më keq se ç'është për të korruptuarit dhe ata që kanë punë me SPAK-un dhe që kërkojnë. Në kaun tjetër, opozita. Shoh Adriatik Lapajn, i cili proteston. Okej, s'po të bëj një rezume se besoj e kanë të gjithë të qartë, çdo ditë janë në ekran etj me radhë. Adriatik Lapaj është mes një kaosi që kanë përshtypjen unë, ka hyrë një rrugë
që meriton respekt, po duket si pa krye, sepse nuk po gjenë mbështetje, po, pastaj në anën tjetër është Berisha i cili thotë është viti fitores, dhe nuk e di se nga ku buron viti i fitores, dhe nga ana tjetër kemi një shtet në ujë aktualisht, mes gjithë rrëmujës që është duke ndodhur. Kush e shpiku teorinë e qeverisë teknike? Dhe pastaj emrin e kryeministrit teknik, me thënë, Lea Ypin po lexoja ditën e djeshme që thoshte po hiki nga Shqipëria dhe po ja uloj ju gjithë sa shëthemet që jeni duke thënë për mua se nuk po marr vesh nga ka dalë emri im për kryeministra. Po kjo, Sidorela, për ne që kemi ndjekur zhvillimet politike vitet e fundit, nuk është as hera parë dhe as hera fundit. Ti nuk e gjen nga buron dhe mbi gjitha ku bazohet ky pretendim, sepse ne mund të kemi vetëm një të dhënë në dorë që është analizimi i fakteve dhe i situatës. Gjë që mua nuk më jep asnjë indicje aktualisht në këtë situatë që ndodhemi të kemi një indicje që do të ketë një qeveri teknike. Zoti Rama në daljen e fundit tha që unë kam 83 mandate, cilat i kam fituar në zgjedhjet e fundit dhe pse duhet t'jap dorëheqjen. Pra nuk shoh ndonjë reflektim nga gjithë problematikat, se duhet thënë që qeverisja në këto 100 ditët e para, me gjithë të rezumen që ju bët, duket sikur është në mandatin në vitin e fundit të një mandati të stërgjatur, ndërkohë është në fillim të një qeverisie të re. Por kjo nuk do të thotë që ka një reflektim aktualisht me gjërat që po ndodhin në këto momente. Nëse ndodh diçka tjetër është pastaj t'ia lëm kohës, por në këtë moment nuk di të ketë një indicje reale se nga nis kjo, nga ky pretendim, mbi gjitha nga opozita. A janë për të besuar deklaratat të llojit më ka ofruar Rama zëvendës kryeministër dhe 2 ministri, nuk i pranova, po dyja lapajnë që po thoshte. Nuk mendoj që janë pazare politike underground që ne nuk i dim, po edhe nëse ka ndodhur, nuk mendoj që në këtë moment ka një rëndësi. Apo i japin diçka ndonjërs palë. E para duhet të analizojmë faktet. 83 mandate. Më thuaj pse do t'i duhet Ramës një mandati vetëm që ka Shqipëria bët, me gjithë respektin që zoti Lapaj ka patur 70.000... Ne s'kemi akoma, ja. 70.000 vota, pra në rang vëndi që mund të kishte një fuqi. Ditën që ne kemi patur në diskutim dhe patë mundësi ta pyesnim zotin Lapaj, pikërisht kjo ishte pyetje. Nga partitë e reja, në numër votash ishte një nga partitë më të votuara, duhet thënë, edhe pse kjo nuk u përkthye në mandate më të mëdha. Çfarë u bë me këtë besim? Edhe pyetje që a duhet të dilte në shesh apo jo i vetëm, ai patjetër që mund të dalë dhe prodhoi këtë që prodhoi, një sfidë personale, absolutisht. Unë kam kaluar disa herë dhe e kam gjetur aty zoti Lapajn dhe duhet vlerësuar si qëndron në këto ditë të ftohta aty jashtë, por njeriu ka një bilans se pse nisë ta bëjë një veprim, çfarë i sjell dhe mbi gjitha çfarë do të prodhojë ai veprim që po bën. Dhe ardha në këtë moment që nuk është bashkuar askush, mendoj që tregon pikërisht nxitjen që ka patur në moment shumë, po themi, momental dhe të pamenduar zoti Lapaj, dhe për këtë ka edhe pasoja. Aktualisht të thash, nuk e shoh fare të përqendruar në argumenta real nëse do të ketë një qeveri teknike. A ka arsye? Sidorela, mjafton të përmendim çka ndodhur nga 11 maj, ne mund të hyjmë këtë diskutimi. Por në njërin anë kemi një qeveri që ka 83 mandate, një opozitë e cila nesër do të ketë një mbledhje po ashtu paralele me aleatët, megjithatë këto çfarë prodhojnë në fund të ditës? A prodhojnë një realitet tjetër apo është një përsëritje dhe një déjà vu? E kemi parë edhe në 2017 dhe në 2021. Për s'ka zgjë tre thua. Gjithë diskutimin e një qeverie teknike, madje kemi patur qeverinë teknike dhe arritëm dhe nuk nxorëm në përfundim asgjë të re. Pra, nuk mund të kërkojmë të njëjtën, nuk mund të ketë një kërkesë e cila e kemi parë ndër vitet të ndodh, po themi një lajm të ri. Duhet një gjë e përsëritur. Mbledhja e ditës së nesër me Poli në orën 10 tek Pallati i Brigadave, siç ishte komunikuar më herët. A është një mbledhje ku ministrat thjesht raportojnë tek Rama dhe në fund të gjithë ditës kur kalojnë orë të tëra atje publikohet ajo fotoja që po vazhdojnë projektet, apo mund të ketë ndonjë lajm në përfundim të saj? Tani për këtë opsionin e parë që parashtrove ti nuk më rezulton gjatë 12 viteve që të kemi parë në një mbledhje tipike pune të jo më pas 6 muajve, do më thënë s'është bërë as viti i qeverisis, po duhet ta kishte bërë 100 ditët e para, siç premtohet zakonisht, bilancet e tjera. Nuk e ka bërë asnjëherë. Unë mendoj që është një mbledhje ku Edi Rama do mbajë një fjalim politik.
nga fjalimi ti do kuptojmë, do më thënë, nga gjitha situata që, nga gjithë meraku që ka patur gjithë të kohë në retorikën e ti, meraku i ti është Balluku dhe marrëdhënia e re e ti publike, se underground ne dim si ka qenë gjithmonë anti-SPAK, anti-gjykatës së posaçme, dhe marrëdhënia e re zyrtare e Partisë Socialiste dhe grupit parlamentar për çështjet konkrete, për marrëdhënien me kërkesat e SPAK-ut, për zëvendës kryeministrin dhe për gjëra të tjera dhe për marrëdhënien me gjykatën e posaçme dhe të shikojmë çfarë rrugë do shtroj politikisht. Nuk në kjo të gjitha këto bën, domethënë dhe dua të them dy fjalë për këtë sfondin e qeverisë teknike. Zakonisht kur kasta politike është në vështirësi dhe nuk prodhon dot më gjë që duket hapur nga të dy krahët, atëherë fillojnë dhe shpiken dhe mund të jetë dhe një rrugë. Por kjo ka një pyetje qeveria teknike. Kush e bën dhe për çfarë e bën? Ne nuk kemi dëgjuar deri tani një më kryesore. Për çfarë duhet një qeveri teknike? Po, nëse bëhet një qeveri teknike me bekimin e ndërkombëtarëve e imponuar, e cila do të konsolidojë drejtësinë, që për vërtet ka dhe ca probleme, do bëj reformën zgjedhore, do bëj reformën territoriale, do vendos në shina disa gjëra për ekonominë, do më thënë një tranzicion, dhe kjo e bërë, do më thënë, me bekimin e tyre dhe me garancitë e tyre, po nëse është një qeveri teknike, që do Edi Rama dhe Sali Berisha për të hedhur hallet momentale dhe aq më keq për të bashkuar kundra SPAK-ut dhe GKK-s, kjo është thjesht një përpëlitje për të përplasur. Gjithë ideja është tani kjo çështje do zgjidhet brenda pranverës, mendoj unë. Do shkoj kjo kast politike drejt bllokimit të SPAK-ut ose drejt futjes në shina, siç e quan kryeministri, të SPAK-ut dhe GKK-s, apo do kemi një përplasje finale që do të thotë jo me SPAK-un dhe me GKK-n thjesht, po me SBA-n dhe me Bashkimin Evropian. Unë uroj që të shkojnë drejt kësaj rruge, që të shpëtojnë gjithë, dhe mos jetë më kjo. Ja do ta shohim. Kemi kohë. Do shtoje diçka? Do thoja që lajmi që do dëshiroja të kishte nesër në mbyllje të mbledhjes së qeverisë do të ishte nëse ndonjëri nga deputetët do mund t'i lexonte vetëm pak rreshta zotit Rama, që thotë përmbytja është akuza më kuptim plot për faktin që asnjë nga këto premtime nuk është mbajtur, dhe se kjo që ndodh nuk ndodh për shkak të Zotit dhe nuk ndodh për shkak të harbimit dhe çmendimit të lumenjve. Shqipëria nuk qeveriset, sepse nuk ka në këtë vend një qeveri të shqiptarëve. Ka vetëm një qetë të kusarëve. E vetmja pyetje që mund t'i bën atë mbledhje është, përveç se ka ndryshuar qeta e kusarëve, çfarë ka ndryshuar nga ky fjalim nga 2012 në 2026, janë plot 14 vjet. Polit, përshëndes, shumë faleminderit për ndërhyrjen. Faleminderit e juve. Faleminderit shumë, Denada. Është gjithmonë kënaqësi. Publicitet. Mire, mi rikthyer, do të flasim për zhvillimet në Big Brother. Julian Deda është me mua në studio. Faleminderit, Juli. Mirë se të gjeta, Sidorina. Për kohën. Faleminderit për ftesën. Si po të duket? Po, mirë. Domethënë s'është akoma aty ku duan, domethënë, kuptimin se ti e do kur merr zjarr. Jo, ideja është që unë dua që të ketë banorët evidentuar. Për mua akoma s'është evidentuar ndonjëri që të them tamam. S'ka ndonjë që ty ta tërheq më shumë vëmendje se të tjerë. Nuk shoh ndonjë shtyllë për momentin. Pra, nuk pajtohesh... Atë traun që mban shtëpi nuk e shoh akoma. Pra, nuk pajtohesh me atë idenë që Miri sa do Listine, po dalë dhe unë le ta fitoj ky për Kristin. Nuk janë këta të tre? Jo, unë mendoj bile që në këtë moment Kristi është më shtyllë se sa këto dy bashkë këta. Se Stina dhe Miri. Po tjetë puna për kështu. Pra, Kristi po është një lojtar, edhe këta lojtar janë, po nuk është se shoh për shembull të më thosh ti më sot, kë shef si më protagonistin e shtëpisë, akoma nuk e shoh. Këtë desha të them. Por a ka një ngjarje që ty ta tërheq vëmendjen? Të tipit shumë e komentuar marrëdhënia, faktikisht ka një lloj ndryshimi dhe zbeje nga ana e Selim, po ajo me Selin dhe Mirit. Ka një lloj zbeje, po tani shiko, ajo është edhe këta të dy janë kompleksuar pak nga zëra që kanë ardhur nga jashtë, po them në Prime, në komente e kështu me radhë. Besoj që më e kompleksuara nga kjo marrëdhënie po del Selim, sepse ajo tani është tërhequr në një lloj pozicioni që po tenton ta kthejë të gjithën në një lojë, pra në një tërhiqje mos e kput. Por shiko, aty unë i besoj një gjë atyre opinionistëve të Bigut, Arbrit, që thotë shiko aty dëshirohesh dhe
me karrigen edhe me... Të të kërkoj ndjes? Po. Sepse kam në këto qaste në një lidhje telefonike babain e Selin, I cili do të flasë për herë të parë pasi ka dërguar letrën në shtëpi. Përshëndetje dhe faleminderit për kohën tuaj sot. Mirdita. Përshëndetje, Mirdita, më juroj punë të mbarë. Faleminderit ju që pranuat faktikisht ta kemi këtë lidhje telefonike. Do t'ju lutesha nëse mund të ndani 2-3 komente me ne, të gjithë janë kurioz për qëndrimin tuaj në këto qaste. Më ndigjo, vajzë e dashur, se unë e kam kohën shumë limituar, nuk mund të flasë pa limit, po do mundohem ta përmbledh me shumë pak fjalë. Edhe të gjitha ngjarjet, çfarë ka ndodhur aty brenda, edhe se si është situata, unë nuk jam në informacionin e dur, nuk e kam 100%, për arsyet e mia, nuk e kam ndjekur dot ashtu siç duhet. Çdo lloj informacioni që më vjen ose I vatët, ose por ideja se çfarë është krijuar aty, më është të qartë. Tani unë kam dëshirë të them një fjalë të vetme, edhe po të drejtohem juve. Aty rrugtimi, spektakli, të gjitha këto kanë rrjetshmërinë e vet dhe asnjëri nga neve nuk është I Zoti, sidomos te prindi e ka shumë vështirë, nuk ka mundësinë që të japë përgjigjen e saktë. Po unë do jap një përgjigje sikur të jetë një vajza e dikujt tjetër. Unë po ju them edhe po ju lutem gjithë atyre që flasin shqip folësve në gjithë botën. Mos degradoni njerëz. Mos prishni imazhin e një femre apo një mashkulli në çdo rast. Mos e çoni punën për disa klikime më shumë deri atje sa të pështroni dhe të demoralizoni dhe të nxjini fytyrën një vajze që ajo është një super vajzë, unë kam një garanci përjetshme për atë vajzë. Ajo nuk hyn te ajo lloj kategorie që mund të bëj ashtu lloj gabimesh. Ajo është një vajzë e mirë lexuar, e mirë shkolluar, e mirë edukuar, është një vajzë që bashkë me mua ka vujtur shumë jetë, por unë kam gabimet e mia, por ajo më ka ndjekur në çdo hap nga mbrapa. Kështu që do ju lutesha shumë, do ju kërkoja që të bëni një sensibilitet për këtë pjesë. Zoti Jeton, a e ka kuptuar Selina ashtu si duhet mesazhin që ju I përcollët? Nuk mund të merreni juve, po nuk e kam me juve, Jo, të kuptoj. Nuk mund të merren gazetarët, a u nda nga gruaja apo u nda nga burri, a fleti sot këtu, a fleti sot atje. Deri në këtë pikë jeni, domethënë, nuk është pa juaj, po është sistemi aty. Ky sistem duhet I bëhet stop. Ky sistemi që merremi neve pse u nda nga burri ajo apo pse u nda nga gruaja ky tjetri. Ajo është jeta personale e çdo njeriu. Unë dua të them vetëm një fjalë më të dashur. Ajo femër nuk është ajo femër të cilat unë me aq pak mesazhe sa kam lexuar dhe me aq pak informacion sa kam, nuk është ajo femër dhe për këtë unë garantoj. Tani më thuaj. A e kuptoi si donit ju letrën që ju I dërguat? Letrën unë urdhë? A e ka kuptuar Selin mesazhin që ju donit t'i jepnit me letrën tuaj? Absolutisht nuk e ka kuptuar, se Selina nuk e di se çfarë mendon neve për jashtë. Nuk e ka kuptuar, thoni. Po nuk e ka kuptuar, se ajo nuk e ndjen këtë që po ndjejmë neve. Ajo nuk e ka, unë mendoj, se edhe nuk e kam ndjekur të them të drejtën, se nuk kam pas mundësi ta ndjek. Por unë mendoj se ajo nuk ka kuptuar asgjë, se ajo nuk kupton të parën, se çfarë po flitet për jashta. Pse I thatë mos, pse I thatë? Duhet të kuptoj të parën një herë dhe pastaj të kuptoj këtë të dytën, duhet të kuptoj letrën. E kuptova, pse I thatë mos u largon nga krevati? Pra tiki ai, jo ti. Vajza ime s'ka bërë asnjë krim për tik nga krevati. Nuk ka bërë asnjë krim edhe kam besim të plot. Jo ai krevat, po kam besim të plot e vajza ime është burnesh, është e fortë. Vajza ime nuk është fut për lek aty. Pavarësisht halleve tona, vajza ime është fut, televizioni është një dritare e madhe. Televizioni është një portë e madhe për gjithë secilin nga juve që punonin televizion, po dhe ato që mundohen të dalin televizion apo në intervista të ndryshme. Dua t'ju bëj një pyetje. Ju, çfarë mendimi keni për mirin? Për çip? Për mirin. Për mirin? Për mirin kam shumë mendime për sot, po unë
Unë nuk mund t'i them ato mendime, se unë nuk dua të degradoj motrën e mirit, nënën e mirit, nusën e mirit, vajzën e mirit. Unë nuk do bëhem si njësoj si ato të tjerë që më kanë degraduar dhe më kanë vënë edhe në pyetje a e njoh unë vajzën time apo jo. Nuk mund mirit do t'ja them ose s'do t'ja them, kjo është problem ngjelet për të parë të ardhmen, kur të ke mundësi ta takoj. Unë kam një sugjerim për të gjithë juve ose për produksionin. Ju e duhet merrni me patjetër 2 ose 3 psikolog të shikoni nivelin e perversitetit të ai mashkull. Në çfarë niveli është? Se unë kam përshtypjen se niveli perversitetit të ai është shumë i lartë. Është aq i lartë sa ai, më fal për shprehjen, ai një punë gigolo mund ta kishte bërë shumë mirë, jo se atje me ndër jush ton nuk ka çfarë bën asgjë ai, po ai është mashkull që për lek mund të bëj çdo gjë, kupton? Për lek aty t'i erësohen syt, për lek i arratit ose për famë, ai është i gatshëm të bëj çdo gjë. Tani unë kaq kisha. Të falenderoj shumë. Për lidhjen telefonike, po. Të lutem. Dua vetëm të sensibilizimi për të mbrojtur imazhin e një femre duhet jetë nga ato të gjithë që do na ndëgjojnë edhe do ju ndëgjojnë juve në të ardhmen. Patjetër, unë kuptoj që ju jeni i prekur nga komentet që janë bërë apo nga tituj portalesh që mund ta kenë cënuar. Ju përshëndes për këtë, thjesht duhet kuptoni që ju e doni, jo e kam qartë. Të lutem. Mirë, faleminderit. Përshëndes dhe faleminderit shumë, zoti Jeton, edhe ju që pranuat të ndani këtë koment për herë të parë. Thjesht, do doja që të sqaroja jo vetëm babain e Selim, por këdo që formati i Big Brotherit është të hysh dhe të luash dhe të jesh vetvetja dhe të bësh atë që ti ndjen. Pa dyshim që nuk mungojnë as psikologët as asgjë tjetër atje dhe arrita kuptoj nga ana e tij si prind që ndoshta ndjen pak cënim nga ana e mirit për shkak të afrimitetit që ndoshta ai nuk do ta donte, por realisht jam injose për fjalët që ndau duke u distancuar pastaj nga komentet që mund të ketë për mirin apo për çdo banor tjetër si baba i Selin. Juli, po. Tani, zotëria, në fakt, nuk deshit thosht asgjë për mirin, po i tha të gjitha, tha shumë për mirin, që është vërteta. Tha ashtu si që percepton ai, ka drejtën e tij 100%, por unë desha të asiguroja të zotërin, me qenë se e dëgjova dhe isha dhe unë këtu, që as kërkush në asnjë moment, as ata që bëjnë opinionin e Big Brotherit në studio, as neve tjerë, nuk e kemi akuzuar, apo nuk kemi cënuar ndonjëherë, po the moralin apo të integritetin e një gruaja për një vajze si Selin. Pra ndaj po them që në këtë moment du ta bëjmë këtë ndarje. Më kupton, Sidorel, që do të thotë, ne s'kemi, askush s'ka thënë që këtu është faji Selin. Selin është një vajzë e lirë, adulte të bëj çfarë të doj, si të doj. Tani ti ke qenë në Big Brother, e ti e di që kur futesh atje kalon ca teste, ka psikologë, janë gjitha që ti sqarojmë dhe ata që na ndjekin për shkak se nuk kanë dëgjuar. Do dal dhe tek ajo. Po them që Selin është një vajzë adulte, normale, pra nuk ka asnjë lloj problemi që ka drejtën të luaj, që unë kam përshtypjen se po luan faktikisht. Të bëj çfarë të doj, të bëj çfarë të doj. Nga ana tjetër, miri është gjithashtu i ky lloj personi, pra është adult. Dhe të siguroj unë ty që përpara se ty hysh në atë shtëpi, jo vetëm ka psikolog, jo vetëm bën teste psikologjike, jo vetëm bën analizat. Pra, sigurisht që janë bërë analiza, janë bërë teste, ka disa rregullat forta për të futur në Big Brother, se sa është niveli pastaj i perversitetit në këtë rast, unë nuk di ta shpjegoj, sepse nuk e di që ka me nivele, por gjithsesi mendoj se janë bërë testet, të gjitha ata janë njerëz të shëndosh psikofizikisht që janë futur të bëjnë një eksperiment social që është Big Brother. Eksperiment social që... Tani, unë kam një pyetje. Po në qofse ke për babain, mos e bëj se... Jo, kam një pyetje për ty. Për ty dhe për publiku, me që se unë e ti se të shqit që të bërë. Jepi, ti do më bësh oponent, s'ke që bërë. Pyetja është në qofse miri duket kështu nga jashtë, si që e dëgjumë. Pra, e ka këtë perceptiv. Dhe në fakt, a do të them të vërtetën, nuk është hera parë që të gjoj. Nuk është hera parë pra nga goja e zotërisë që të gjoj. Kam gjurë edhe nga tjerë jashtë. Këtë lloj perceptimi. Perceptimin, okej. Jo, këtë lloj perceptimi, nuk është hera parë. Selin e shef këte?
E ndjen këtë gjën atje brenda? Se tash unë kam qenë dhe brenda, unë jam dhe jashtë. A e ndjen, sepse ndjesit aty si janë njësoj si ne jemi të ftohtë, ne dalim, kemi marrë informacion të dëgjoj ty, dhe mendja ime ndoshta edhe ndikohet nga tjetër. Po ajo brenda e shef, dhe në qoftë se e shef, ç'ne që intereson të ri akoma dhe ta bëj këtë lojë me një person të tillë, sepse në jetë një person i tillë ne i largohemi, apo jo. Pra ti po të shohësh në jetë një person të tillë, nuk i afrohesh. Nuk bën pakte me të. Në këtë rast, Se dini pse nuk e ndjen, thua ti këtë gjën që thot babai. A e ndjen apo se ndjen, se mbas edhe se ndjen, më ndoshta edhe s'është kështu. Apo e ndjen dhe i thot, atë çka më mirë se dal në prime. Dhe ajo që desha apo e mbyllëm me këtë. Jo, vija, po. Ajo që desha të cekja unë, është kjo llogarit e tmerrshme që bëjnë banorët atje brenda për t'i llogaritur gjërat për dalur në prime, në kuptimin si. Atëherë, po dëgjoj çfarë që po i thoshte Lorna. Kristi do dalin prime. I thoshte ky tjetër, po si do dalin Kristi në prime? Folëm unë dhe tjetri. Po jo, pra, po ju folët për Kristin, pra e siguroj dhe ai. Pra, këto llogarit kështu matematik e klasës së dytë për të kapur 3 minuta në prime, të cilat nuk shërbejnë për asnjë gjë, sepse këta harrojnë që shifen 24 orë, nuk është vetëm prime, prime është thjesht sqarim apo trajtimi i gjërave më të rëndësishme të javës, pa ata shive 24 orë. Pra këto lloj llogarish mu më duken pak fëminore me të drejtë dhe këte e kanë të gjitha ata atje brenda. Gjë që mua nuk më pëlqen, nuk e shijoj, sepse ata i pengon të jetojnë valla. Nuk jeton dot me këto lloj llogarish. Dhe nga ana tjetër i shoh pak të si thosh të friksuar, në thonjza, po them, të friksuar me idenë që nëse ne e bëjmë këtë debat. Çfarë analizet, çfarë do të thonë? Qa do më thot Arbri, qa do më thot Mona, Qa mendon ti, Juli, për këto komentet që kanë bërë edhe persona jashtë për ta, se në një pikë babai besoj që ka një pjesë të drejtës, se tani dëgjon, ku di unë, i kam dëgjuar dhe unë, Eriola Doçi doli te fan klubi, tha, e marrë fëmijën e nxjerr jashtë, Monika Kryemazi sa të njëjtën gjë, e kisha nxjerr për flokësh. Monika në fakt tha dy versione, që është e vërteta, por t'jemi të saktë. Pra, kur je prind edhe dëgjon që flitet kështu. Monika tha ndryshe kur ishte fjala për Selin dhe tha për vajzën e vet do e nxjerr jashtë pastaj. Tha ndryshe, tha dy opsione ndryshme, t'jemi të saktë edhe me njerëzit që na ndjekin. Tani, këtu do të marrim një qendrim. E para njëherë ti Sidorel prindi ka gjithmonë të drejtë. Shqip sakt iku. Prindi ka drejtë sepse prindi e njeh mallin e fëmijës që ka, pa diskutim. Tani, ndjesitë e prindit nuk diskutohen në asnjë moment, por ajo që diskutohet është ndjesia në mas pastaj. E thash, unë e kam dëgjuar shumë shpesh këtë, sepse i gjithë problemi nuk është e Selin. I gjithë problemi besoj unë këtu është tek Miri, sepse Miri supozohet është në këtë dyshe pjesa më e pjekur, më me eksperiencë, më serioze, e kështu me radhë, mosh më e madhe, i cili duhet për mendimin tim ta kishte kontrolluar këtë gjën. Unë e kam thënë dhe në fillim fare të Bigut, në 3 ditëshin e parë, që Miri i hapi një grop vetes me atë batutën, në thojza, që e kam si vajzën time. Ajo që një grop që vetë Miri rate gropa vetë. Sepse u gjendë në presion, nga mali, nga i mali që Miri thot, unë e kam malin e bëj si du, po në fakt s'është e vërtet, është e kundërta, mali po doj e nxef Mirin, dhe u vu në presion nga mali dhe tha, shiko, unë e kam ta si vajzën time, po të shi, këtu ose rri i kësaj, ose mos ta kështë thënë. Se kjo është Big Brother. Big Brother mbahati qik edhe në ato që ke thënë, në konsistencën tënde e kështu me radhë. Pra i po them që nga njerë duhet me qenë shumë i kujdesshëm kur i thu disa fjalë dhe kur i shpjegon disa situata, sepse do bish vetë brenda. Do vi një moment që do bish vetë brenda. Tani, është nxituar thua atje, tek ai komenti. Unë mendoj që se ka menduar gjatë, kupton, thjesht ka dash me dal nga ajo situata, dhe atje ka ngecur pastaj. Dhe thjesht ka ngecur aty. Dhe ta thash dhe nuk është problemi Selin këtu, problemi është Miri. Sepse Miri ka përgjegjësi më të madhe, është më i madh, është më me eksperiencë. Qartë. Jo për tani të sqaroj një gjë. Apo egzagerohet apo ka me vërtet një gjë aty brenda? Të sqaroj një gjë. Unë nuk kam asnjë gjë kundër që njerëzit të dashurohen ose të mos dashurohen ose të bëjnë çfarë duan. Nuk kam gjë kundër me këtë. Problemi është këtu që janë disa rregulla në thojza jo vetëm shqiptare si Dorela, jo vetëm shqiptare, por edhe europiane, edhe në botë kështu funksionon. I marrëdhëniet caktuara kanë, si thush, marrëdhëniet caktuara janë ndryshe nga ca marrëdhënie tjera. Pra, marrëdhëniet babë bi janë ndryshe, marrëdhëniet
dashuror janë ndryshe, marrëdhëniet burr-gru janë ndryshe, nuk mund t'i ngatrosh këto, nuk i ngatron dot, jo vetëm Shqipëri, po as jashtë. Dhe prandaj këtu, në këtë moment, nuk i vjet, pavarësisht se unë e kam thënë që në Big Brother çdo gjë mund të ndodhë, nuk vjet dora në zjarr për asnjë gjë, mund të dashurohen. A ka shkëndija? Edhe kam, patjetër që ka. Ka shkëndija nga ana e këtij. Ka shkëndija, kurse kjo tjetra besoj që po si duket edhe kurse atë letrën nuk është se ka kuptuar ajo. Faktikisht ajo është distancuar për zëri po luan tani. Bravo, e ka kuptuar shumë mirë letrën, Bravo, e kuptoj edhe unë Big Brother-in e Julia, vetëm ti që ke luajtur. Tani ajo desha t'ja thosh edhe babait, se po s'desha më ndërhyj, po ajo e ka kuptuar shumë mirë letrën. Se po e bën me shumë finesë. Ajo po e bën me shumë finesë, atë që i ka thënë Jati. Ajo tani po luan. Bravo, tani ajo është kthyer në lojë dhe po ja zgjat litarin këtij sa doj vet kjo. Publicitet, do kthehem përsëri me Julin, do kemi lidhje direkte me motrën e Juelës për të kuptuar ç'ishte ai propozim apo jo i Senos. Pas pak. Mirë, jemi rikthyer, ashtu si që thash më herët, kam në këto qaste në një lidhje direkte Juliana Nikollin, që është motra e Juelës. Juliana, faleminderit për kohën, mirëdita. Mirëdita, faleminderit për ftesën. Të gjithë duan të dinë si e komentove ti dhe familja juaj atë buqet me lule të Senos. Normalisht neve na u bë shumë qefi, se Seno e kemi qef si personazh, e kemi pas shumë qef, se shumë lozonjar, shumë pozitiv, ndoshta pak normalisht me pjesë e karakterit vetë, që çdo kush ka, ama në është bërë qefi kur kemi parë që Juela me Senon ishin të kriju një marrëdhënie miqësore bashkë, dhe normalisht e vlerësuam shumë. Edhe buqeten me lule nuk e prisim fare, nuk e dishim as pak këtë pjesë, por besoj më shumë që është një marrëdhënie miqësore. Kupto? Jo, Senos e do miqësore nga poezia, me sa kuptova unë, po okej, nëse... Po, nga poezia asne nuk e kuptuam, fakt nuk na u duk shumë miqësore, por besoj duke njoft motrën time, duke ditur se paka shumë dhe nga mimika. Mirë thot Juli, njeh motrën, po jo Senon. Ndoshta Seno ndryshon gjithë. Kur çojnë lule nuk i çojnë për miqësi. Kur i çoni lulet Juli? I çojnë lulet kur you care about, të më thonë kur... Ndjem pra, e të intereson dikush. Po ti mendojnë që nuk shesh këndia tek motra jote për Senon? Nuk e di, për momentin nuk shoh diçka romantike. Trego pak, prindrit çfarë thanë? Prindrit u gëzuan normalisht, ne gjithë kemi shumë qef Senon, por na ka bërë shumë, do të thëmë, jemi kënaqur shumë, sinqerisht, por e shohim aty. Normalisht ne nuk ndërhyjm ke pëlqimet e Juelës, ajo normalisht e din vetë më mirë se ne. Por për momentin, me sa njoh, nuk besoj që është diçka më shumë. Diçka më shumë. Juli, ty si të duk kjo surpriza, lulet, është shumë fisnike Juela, pra e mori me humor, nuk e vurin sikleta Senon. Juela është një vajzë e fortë, në kuptimin edhe karakterial të gjës, dhe komplimente për sjelljen njerëz, u sol në mënyrë shumë qytetare, ndonë e mirë pritja të gjën, ashtu siç duhet, me aq madh masë. Por me masën e dur. Me masën e dur. Pastaj nga ana e Senos, unë e thash aty që gjithë ata që e kanë larguar Senon nga shtëpia me mesazhe janë bërë pishman tash kur e pan tash Senon romantik. Sa në fakt deri tash e kishin parë vetëm me Ilirin, po edhe se kishin parë romantik. Megjithatë, okay, është një veprim shumë qytetar dhe shumë interesant edhe nga ana e Senos, hyn me mituf me lule, edhe i shpreh, le të themi, thojza dashurinë, po. Nuk është se e shprehu tamam. Unë e di qa thot motra, po nuk ishte momenti me e shpreh tamam aty, po lule tregojnë gjithçka, besoj unë. Interesant ishte. Mu duk pak si Tomi me Gjerin dikur, kur shkonte ai Tomi që i këndonte asaj poshtë balkonit, edhim, por që komplimente edhe Juelës që... Po Juela, si po ju duket, se kam përshtypjen, ka një javë të mirë që është futur fuqishëm në lojë, kam parë që të përplaset me Lore, pastaj pati këtë incidentin ditën e djeshme me Florin, i thoshte nuk njoh kush je, pse duhet të njoh që je VIP, unë s'kam TikTok, si të zhdukur? Jo, të Flori ka pas drejtë. Jo, po të Flori kishte drejtë të Flori ka drejtë dhe se njef, s'ka në gjë.
Gjithë kemi drejt tani si pas perceptimeve tona, normal, po ne jemi shumë krenar për Juelën. Në fakt, Juela ditë e para që ka hyrë, ka qenë dhe shumë pa qef fizikisht, e kjo gjë nuk u dite, normalisht publiku nuk e dite, dhe ka qenë si në konvalescencë për ato ditë. Në fakt, ne jemi lumturu shumë kër ajo ka tregu komplet karakterin e vetë, forca saj, jo si motor, po flasë si një publik me gjakftësi. Forca saj është që ajo ka zgjedhur të mbetet gjithmonë vetvetja, pa ullur ndoshta dhe në kompromise, dhe që mund t'i ishin avantazh për të, po kjo besoj që e ka bërë më njerëzore dhe e bën të kuptoje që ka respekt, ka goxha respekt për veten e vet, dhe disa herë fatmirësisht dhe mirësia mund të fitoja, jo gjithmonë sherri, jo gjithmonë lufta, po është dhe një mesazh i mirë që Juela po jep sipas meje dhe e meriton sipas meje që ta komentuar dhe kjo pjesë. Që ajo është një vajzë sinqerisht, kjo është motra ime, po e tregon që mban. Kemi një problem me lidhjen direkte, po shifja këtë klipin ku po tregon historinë e jetës Juela, se kisha vënë re atë ditë që Seno ishte prekur shumë, po shija pamjet dhe planet. Jo pa qëllim, tani po shija, po jo pa qëllim besoj që është fokusuar në atë moment. Qëndro dhe pak me mua, të lutem Juliana, se dua të pyes pak Julin për një detaj. Që janë të debatet, jo ti m'njef, jo s'm'njef? Besoj kjo e Florit dje, po, me Juelën ishte pak e egzageruar në një moment. Tani, që është vërteta, nuk është e detyrueshme që gjithë njihen me njëri tjetrin, por që të mos njohë Juela Florin është normal, nuk është në një se... Po s'kam TikTok sa është kredo? Po se njëtë më nuk ka lidhë, pse du të gënje ajo, që të njohë pa tjetër. Dhe më thonë, që në momentin që ti futesh dhe prezentohesh me emër, okej, është edukat, po do të thotë që të snifesh me te. Pra, i prezentohesh me emër. Tani, aty në fakt, këtë debati mjofë snjef është në të keq të kryet që njifen. Sa ta që snjifen e kanë më të letë me lujtë me njëri tjetër, në fakt. Kurse këta që njifen është problem. Sepse këta ka një historia, është një mini histori, ka një drejt, një dark, ka një punë bashkë, kështu me radhë, dhe si fillim nuk të lë ajo. Plus që janë gjithmonë të paragjukum këta që njifen. A e she të kryoj Juelën një marrëdhënie aty brenda dhe a do ishte e hapur? Po iku Seno pra të shqit lutem. Po mirë mos është si Seno, nuk ishte interes për Seno, mund t'jetë dikush tjetër atje. Jo, nuk do ndryshojmë neve, do rrim aty. Do presim derisa të dalë. Jam dakord me Julin, thot. Bravo, shiko? Po, jam dakord me Julin. Seno të përshëndes. Po nga laçi janë. Një mentalitet. Jemi afër, jemi rrugës. Njëtin emër, njëtin karakter. Pra ti thua o me Seno no hiç atje. Tani, Juela është shumë besnike. Më falë si Dorela këtë duhet të the, miku Seno, lullet e Senos nuk harrohen. Nuk besoj që do kryojë marrëdhënie. Familja që në ka dakord. Juela duhet të informohet për këtë detaj. Po Juelis nuk qenë të informacion nga jashtë. Po prandaj. Që që aty do rri. Dika shumë i natë, pas kemi humbur një qift në këtë ditë të para. Thashë bon pishman ata që e kanë zjerë. Gjithë ata që kanë votu kundër. Do shinim skena me Senon. Mirë, Juliana, e kuptoj, edhe humorin që ti ke në gjitha të që thua. Të përshëndese, të falenderoj shumë për kohën sot. Falenderit shumë, gjithët mira. Falenderit, një tjetër qift Juli bëri dark ditën e djeshme, që ja prishi Kristi dhe tha, bon me këtë darkta, se vetëm Megi Pojani ju mungon këtu, tha, për ta bërë si që i bënit darkat të përputhan. Çfarë mendon ti për Kesin dhe Stelinën? Po luen, apo... Tani, ata të dy, nuk jam i ngrohur akoma nga këta që kanë hyrë të rinj. E kupton sepse ç'është vërtet shumë e vështirë që ti kur hyn i ri ti ta ngrohësh spektatorin më një herë dhe të bëhesh pjesë e shtëpisë. Pse? Sepse ata që janë përpara, ata Zemiri, Liris, Selina kështu me radhë, Kristi kështu me radhë, janë më të vjetër në shtëpi dhe kanë më shumë situata dhe ti je akoma i fokusuar atje se si do ecin. Ndërkohë, këta që kanë hyrë banor të rinj, sigurisht ata po merren me njëri tjetrin, por a di çfarë veri më tepër se sa ajo darka, sepse atë darkën që kur e kërkoj ai mu duk pak si thua edhe po të mos bëhet s'ka problem. E kupton? E kërkoj në një formë që domthon thjesht e kërkoj që me pas një moment veç atje që ta kamin kamerat veç për mendimin tim. Gjithë domthon kështu e kërkoj. Sepse po ta doj me të vërtetë s'ka nevojë të kërkoj dark fare. E gjenë mënyrën ta marrin veç atë vajzën dhe ta sqarojnë situatën. Po, se përshia tani që ka dalë në faqen zyrtare të Big Brother, vetëm 30 minuta më parë, një koment ekskluziv i Stelinës në dhomën e rrëfimit, ku thot, vazhdo dhe shpresoj që ai të jetë ndryshe, nuk e di nëse Casey ka shfaqur ndonjëherë dashurinë, dhe është e përlotur faktikisht.
Stelina, duket që është pak e përfshirë, nuk e di se unë nuk jam as në ekspert dashurish, e kupton, nuk di ti të hap këto çelësat e dashurive. Aty te Big Brother jot i gjejeti? Se aty, po i gjeja, unë i gjeja se isha aty, po tash nga jashtë nuk i gjej dot sepse aty është situatë krejt tjetër, e kupton? Në këtë kuptim. Plus që ata kanë problemet të mbartura që i kanë marrë me vete, nuk është se po i trajtojnë aty, dhe nuk ja dim të vërtetat. Pra nuk e dim a ka tradhtu me të vërtet, apo se ka tradhtu. Dhe kur e ka tradhtu, kanë qenë on a break, apo s'kanë qenë on a break, e kupton apo jo? Se kështu është muhabeti. Se kështu i thaj, ne kena qenë... On a break, po. Ti që ki pa Friends, dhe kupton se për që Kishe një pauzë, pa tjetër. Tani, veç Stelinës e të tjerëve me radio, pa qëllim ta përmenda Kristin. Si do ta vlerësoj e lojën e ti deri tani? Te Kristi e kam parë që më të theksu, edhe te Miri, dhe te Kristi. Kanë tentuar banorët her pas here ti ndajnë polet mes Mirit dhe Stines, po unë mendoj që janë mes Mirit dhe Kristit. Unë mendoj, deri tash të paktën. Sepse e shoh Stinen. Pra polet janë Miri dhe Kristi thua ti? Mendoj unë, sepse shoh polet. Mu mos të qynë pole, po theme. Sepse e shof Stinen, pa tjetër Stine ka një qëndrim të vetin. është pak me i qetë. Dhe jam shumë dakord, me hapa ta vash, po të sigurt, mund tjetë dhe kjo, por nuk e shof në agresivitet Stinen, pra nuk e shof në këtë. Kurse për Kristi e filloj lojën shumë mirë, të ndrejten. E filloj lojën shumë mirë, e vuri shpinë lëvizje, shpia s'po kupton të që po lëvizte nga Kristi, nuk po jepin do të sqarim, dhe edhe në përprajme kur i kërkonte Ledioni që ta sqaronin këtë gjona, ata nuk e sqaronin dot, s'dinin se nga i vinte, po ta vjere. S'kuptoni që luan të Kristin me ta. Po çan ndodhi me Kristin, Kristi si lopa, që e bën qumshin dhe ja fut me shelm, duke hyrë mur, për shembull. Dhe kjo gjëja nuk më pëlqen mua, sepse duket sikur kanë marrë fishekët. Dhe i fut një gjë që e ka bërë dikush tjetër. Pse vlla? Nuk ke pse. Se ti vën pozitë gjithkënd, edhe mund që të shoh se the sa bukur deri këtu, pse të desh ty kjo histori që të bësh një gjë që ka bërë dikush tjetër, s'ka rëndësi kush e ka bërë, po ti e bën. Pse? Të marrun fishekët, s'ke më kreativitet, nuk do të luash më, apo je rahat tani. Ndërkohë e shoh, por nuk po them, e përgëzoj për shembull Kristin për qetësinë që ka, për mënyrën se si dikush e sulmon dhe mënyrën se si ai ruan qetësinë. Ama nga ana tjetër Mirin, them dy gjëra për Mirin. Mirin unë e kuptoj shumë drejt sepse e bën atë lojën. Atë lojën që unë i bëj këto, unë të bëj atë, unë jam këtu, unë jam këtu, unë jam këtu. Unë e kuptoj shumë mirë pse e bën. Sepse ai në një farë mënyrë do të vë atë bllokun e vet në shtëpi, që nëse do t'i duhet dikujt ta bëj këtë gjën, ta ketë ky të zën. Ai të më kuptoj çfarë po shpjegoj. Po të kuptoj shumë. Pra, ai personi që thot, unë i bëj situatat, unë i bëj është ky. Por nëse ka 3 protagonistë, për ty cili do të ishte i treti? Shtëpia, pra Kristi, Miri, a është Selin? Apo Stine? Po pse më ngushto? Apo Mali? Pse më ngushto? Mali është shumë interesant, po nga herë. Mali është shumë interesant. Shumë interesant Mali, po nga herë më duket si ai. E kupton, më duket nga herë sikur S'duket si real. S'duket si real nga herë, po është shumë interesant. A di çfarë shoh unë në këtë moment që flasim, shoh 2 grupe. Pa. Grupi të vjetërve me grupin e të rinjve. Grupi të rinjve e shoh që kanë hyrë me një pikë synim të qartë që kundërshtari është Miri dhe jo dikush tjetër, me çfarë shoh unë. Dhe kjo është krejt e dukshme sepse janë duke munduar që ta nxjerrin çka nga vetja, mundohen të bëjnë, po them, të tallen me të kështu me radhë pa ja arritur, por unë nuk e di se si do të përballoj, por shoh që grupi të vjetërve me grupin e të rive ka një lloj hëndeku atje, sepse, shiko, është normale, edhe kur kena qenë atje, kur vinin trit, bëshin si kur bëshin bashkë për të kap territoret e ngelura, ose për të futur në debatet e tjerve. Por nuk di me të thonë të shikë shu pole 2 veta, sepse akoma, vërtet, akoma nuk i kam ravizu tamam, ashtu, po e shof Mirin, e shof Kristin, dhe diku e shof dhe Stinen, e kupton, okej, me atë qetësinë të vet, po te vajzat... Këtu jemi, do flasim prap me Julin. Më pëlqen më shumë Brikena se sa Selin, drejt me të thonë. Brikena, okej, po, interesante. Brikena është një nga të preferuarit e publikut, kështu që mendoj që Stenaldo nuk mendon njësoj si ti, po ky është problem tjetër. Stenaldo pastaj është në një moment tjetër. Faleminderit Juli. Kemi mbritur në fund, ju pas pak do të jeni me edicionin informativ, bashkë do shihemi sërish nesër në të njëjtën orë në Shqipëria Live. Kalofshi mirë.